Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Let's go, mirë se ju gjeta, faleminderit. Jam shumë i gëzuar që jam këtu, faleminderit për ftesën. U përgatita për këtë podcast shumë, hëngra byrek me gjiz, kam pi kafe, kam vesh kostum Adidas, jam shumë gati për të folur shqip. E di që është rritur numri me shqiptarëve që nuk pin kafe, që është një tradhtim ndaj kombit plak. Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë shqiptar po njoh që nuk e pin kafe sepse it's not good for you, it's not very healthy. Po ç'a pin këtë matcha? Është kjo matcha që ka dalë tani në modë, që është si spinaçi grir. Skandal. Pro njerë matcha më duk sikur duhet t'i kërkoja dikuj falje. I shkrova, e mora në telefon gjyshin e thash më fal shumë, kam bërë këtë gjë. Jo, ati duhet të falësh namazin 5 herë në ditë, 5 ditë rresht, pra të punë që Po, që të kërkosh falje në gjitha fen, nëse ke pi kafe matcha si shqiptar. Fikërisht, jo është shpifur ka herë. Që uljan mirë se erdhe plak, mirë se erdhe. Yuri do të energjike, ashtu që se prisja. Si e? Mirë, ja kështu si jeta normale. Ato krizat e identitetit si student doktorature, ato problemet që i kanë gjithë. Ku jeton ti problem? Ose bëj një prezantim të shkurtër. Hajde, siç e bëjnë gjithë, për vetëm për ata që s'e din. Unë jam Ulja Berdica, jam një student doktoratur në Universitetin e Oxfordit, po përveç asaj jam edhe një komedian që bëj stand-up, pëlqen gatuaj, kërkoj një nuse, ja se për shaka, lartë qoftë. Kaq, nuk kam në gjë, bëj punë kërkimore inxhinieri edhe bëj stand-up. Që studion të plak aty në? Në gjë kryesore. Unë bëj inxhinieri robotike dhe intelegjensë artificiale. Kjo është pak a shumë. Po plako si përputhet inxhinier robotike inteligjencës me le të themi klonin filozofik. Nuk është se më shumë po thua inteligjencë artificiale me robotikën apo jo, kjo gjëja që studion me hobin. Me komedi. Po, për shembull, Robin Williams ka një shprehje që komedia ose stand-upi është i vetmi vend ku mund të përdorë gjithçka që di. Edhe në eksperiencën time në robotik, për sa i përket inxhinierisë, mund të përdorë gjithçka që di, se duhet statik, duhet kuptosh mirë si funksionon elektronika, duhet dish mirë programimin. Kështu që është si më shumë është si gjendje dëshpërimi artistik në të dyja rastet. Kur nuk bën asgjë mirë, kur as nuk këndon mirë, po as nuk performon mirë, bën stand-up. Edhe kështu, nëse je mirë në fizik, po jo shumë, nëse je mirë në matematik, po jo shumë, përfundon duke bërë inxhinier robotike. Pak ga kështu. Po unë besoj versionin të gjatë të asaj shprehjes që thotë Jack of all trades, but master of none, still better than master of edhe unë gjithmonë e di që vazhdon për herë harroj si mbaron, po edhe unë ashtu. But still better than master of one, kështu vazhdon. Po, better than master of one, po. Thjesht është mirë se po një pjesë shumë e madhe e të bërë një doktoraturë është që të kuptosh se nuk është se ka shumë rëndësi ideja. Nuk është se si gjithmonë është ai që do më vi një ide dhe atë ide unë do ta ndjek dhe do ta realizoj. Më shumë është që të kesh një ide varilesht, edhe atë ide ta testosh shpejt e ta kuptosh, të dështosh shpejt. Nuk është që të fitosh në përgjithësi, po thjesht të dish të dështosh shpejt, edhe të iterosh ide derisa në fund gjesh diçka që nuk ta shpif. Kjo është pak a shumë mendësia që kam. Unë kam provuar në hard way këtë pjesën, domethënë se gjithmonë ishte ajo dëshira kur kam mbrojtur diplomat që të futen të më vi kjo ideja të dëshoj çdo lloj gjë. No, shut the fuck up. It's not gonna happen. Ne kupton edhe që ishte një çike vështirë kjo pjesa në fillim sa ta kuptoj që jo plako, është thjesht ti duhet të provosh gjëra, do provosh derisa të dalësh në konkluzion. Po. Që në shumicën e herëve mund të jetë diçka që ti nuk e doje, as nuk e prisje. Domethënë, fix random. Edhe unë mendoj se ai sistemi arsimor shqiptar, se edhe unë 18 vitet e para të jetës në Shqipëri kam kaluar në sistem komplet ai sistemi shqiptar. Edhe sikur nuk e ke këtë idenë e dështimit. Nëse bie do biesh për herë poshtë, nuk ka ulje ngritje, ose je sipër ose gjithmonë. Edhe ajo ishte një mendësi aq e keqe, edhe po më dëmtonte aq shumë kur fillova inxhinieri elektrike në universitet. Edhe derisa fillova të bëja stand-up, kam qenë vit 2 në universitet në Shanghai kur fillova të bëja stand-up në për këto kështu klubet open mic. Edhe aty pastaj aty është dështim. Nuk ka dështim më të madh sa ti je para njerëzve anglisht folës kështu expats që
që është forma më e lartë e pordhës që mund të ekzistojë, kur je para atyre njerëzve dhe dështon, ajo sikur ti sjell të gjitha problemet që jo po nëse do dalë keq provim, prindrit do marrin vesh, okay, po nëse janë 200 versione të prindërve aty përpara teje. Edhe ashtu, edhe kur dështon aq shumë herë, se gjithmonë nëse fillon dhe je i sinqert me veten, nuk je mirë në fillim stand-up. Askush nuk është mirë, thjesht disa njerëz dinë ta gënjejnë veten për mbijetesë, siç bëjmë gjithë në fillim. Pastaj kur dështon vazhdimisht edhe shikon që ditën tjetër thjesht jeta vazhdon, ajo më dha atë mendsinë. Edhe mendoj se ajo mendësia ka bërë që të dua të bëj research. Po mos ta kisha bërë stand-upin me shumë mundësi nuk do kisha vendosur të vazhdoja doktoraturë. Edhe pse duket shumë lidhje idiote, po seriozisht, po mos kisha këtë mendsinë të dështojmë shpejt që ta kuptojmë ku është problemi, nuk do mund mbjetoja në këtë ekosistem këtu. Nuk diskutoj. Ne kam diskutuar edhe para disa episodesh me Dario pjesën që duhet të përfshihet njeriu, duhet të provojë gjëra të reja, duhet të ta thyej qafën sa më shpesh të mundesh në mënyrë që e kupton të krijosh një farë bazamenti valla, se është gjithmonë kjo frika që mos të dukesh keq ose frika që mos të dështosh të lënë ndonjëherë kështu edhe të ngrirë në vend, domethënë të lë të prapambetur për vetëm një fakt se thoj që jo po se do dukem keq, jo po se do qeshin, jo po se do bëj booming, domethënë në rastin tënd që do e lësh veten, pastaj s'do e provosh fare, s'do ish atje ku je. Kupton? Disa materiale unë di kanë ndonjë nga dëgjuesit e mi që nuk i ka parë materialin tënd, nëse s'e keni parë, ju hëngër të mortja, ju dalë. Turp, fikeni tani këtë podcast, gjoni materiale ktheuni prap. Ja, po pres. Okej, tani jeni rikthyer. Okej. Se keni parë. Shpresoj që deri në momentin që del ky podcast unë kem postuar diçka të mirë, se për momentin gjërat që po se tani nuk janë cilësia më mirë, po s'ka gjë. Është siç tham, duhet ta kem kështu, keep track of shit, që pastaj të vazhdoj. O dhe diçka tjetër, unë ndonjëherë flas ma kanë vënë dukje, fus në fjali anglisht kështu, edhe nuk e bëj nga pordha, po e bëj më shumë nga halli, sepse pjesa të menduarit adult, gjithë formimi intelektuali imi ka ndodhur pasi nga Shqipëria mbi 18 vjeç. Edhe shumë gjëra për shiktu dhe stand-upin i mendoj me terma anglisht, që nuk është se e them për të bërë për shitur pordh, po thjesht kështu më vjen, është nuk ma ama njëse do të akuzoj njëri, është instinkt vjetese, po. Nuk marr njerëz që kanë porth kota. Okej. Edhe ne ashtu, edhe unë 18 vjeç kam ikur nga Shqipëria. Unë ulem tavolinë, që pim bira këtu, një të katërta të gjitha fjalë i përdorim gjermanisht sepse nuk i dim në shqip valla, nuk e kemi mësuar ndonjëherë ato fjalë në shqip, e kupton? Sidomos për shembull kur më pyet në herë që kjo sikur ma thith shpirtin kur më pyesin prindrit ç'a bën. Edhe më duhet t'i shpjegoj këto termat e inteligjencës artificiale dhe të robotikës në shqip. Edhe më duket sikur më janë shkurtuar disa vite jetë duke munduar gjetë terma shqip për inteligjencën artificiale, sepse nuk e para nuk është se ka ndonjë nevojë që të përkthehen në shqip, po edhe është thjesht humbje mendje natyrale do kërkojmë inteligjencë artificiale. Po, fix. Unë më shumë ajo është, edhe është fillim e kisha problem, se kisha pak kompleks kur fillova të bëja stand-up në shqip, se unë fillova në 2019 kam filluar të bëj stand-up në anglisht. Pastaj filloi 2020-a, ndalova, në verë 2021-shit fillova prap te corneri te ai vendi që bëjmë ne, në Shqipëri. Edhe kisha këtë kompleksin në fillim që mu më vinë batutat anglisht, kur më thoshte dikush diçka mua më vinte comeback, më vinte në anglisht. Edhe kisha pak si kështu, isha pak si i stepur, ose gjithmonë isha me letër në dorë, mundosha që mos ta bëja se mos më gjikonin njerëzit. Derisa gjova një shprehje Noam Chomsky, që është ai lingvisti i famshëm dhe tha, askush nuk flet një gjuhë të caktuar, gjithë flasin si duan vetë, ndonjëherë krijohen ngjashmëri, edhe më vonë ato institucionalizohen. Po gjuha edhe gjithçka është varet si flet ti. Edhe thash, unë flas kështu, unë do shprehem si të vi mua. Nëse ajo rrumbullakoset në një gjuhë, shumë mirë. Nëse jo, është problemi i njerëzve që s'kuptojnë. Nuk diskutohet. Ai shiko, aty ke shumë të drejtë dhe prap unë jam kundër të justifikimit. Nuk duhet njeriu të justifikojë më veten, se unë kam harxuar shumë kohë në fillim me të justifikuar pse bëj podcast, pse flas për këtë, pse flas për atë. Po nuk ja vlen. Nëse do merresh ti mbushësh mendjen gjithë secilit, nuk do kesh kohë për të bërë atë që ti do vërtet. Kurse për sa i përket të gjuhës, ka një argument, por argumenti në fakt është për klasën politike institucionale. Ata jam dhe unë me ligj, ata detyrohen me ligj, mos përdorin fjalë. Po, për atë po, sigurisht se është qëllimi i tyre, për atë paguhen. Jo unë. Tani më fal, si ti përshkruaj unë diçka që unë e bëj në përditshmërinë e punës, unë seriozisht unë jam inxhinier ndërtimi për shkak. Unë nuk di si ti shpjegoj gjërat në shqip, kur I them sepse nuk e kemi mësuar plak. Unë s'kam faj në këtë rast. Kupton, edhe unë tani nuk e kam as kohën, as luksin, edhe them drejtën as interesin, se nuk është se do ushtroj në profesionin tim në Shqipëri që të filloj ti
mësoj gjitha termat nga e para për të shpjeguar njerëzve. Shpjegoj me moll, me aq sa ke, kur të vjen në një fjalë gjermanisht, mundohesh ta përkthesh në anglisht ose në një lloj mënyrë që ta kuptojnë. Aq, çfarë i bëjmë tash? Ashtu është, nëse në një rrethan ku të duhet përkthesh disa gjëra, i kushton njeriu pak më shumë kohë dhe i krijon ato termat, se gjitha atë krijimi është për të bërë disa këto përkthime të veçanta. Po nuk është se nuk duhet të jetë qëllim vetvete që gjithçka duhet të jetë patjetër shqip, edhe të humbasim kohë nga ajo që ka me vërtet vlerë, që është vlera diskutimit që është në thelb. Prandaj Jo, nuk humb njeri, nuk humb, unë shiko, kjo është fshihet sigurisht për të mirën, jo po që të mbrojmë gjuhën shqipe, por nuk është e vërtetë, se nuk ka lidhje fare jo me të mbrojtur gjuhën tjetër. Thjesht ti po gjen diçka që të kapësh me njeriu, në vend të fokusohesh te materiali, ti po gjen diçka që t'esh pak kënaqur. You cannot make these people happy, they're miserable. Yeah. Për shembull, nëse do jetë qëllimi, që është qëllimi ruajtja e gjuhës shqipe, se është thesar kulturor dhe gjithon me çdo që të përfundojnë duke bërë fëmijë, do dua që fëmijët e mi të flasin shqip pa diskutim. Por gjuha shqipe nuk mbrohet se un po them një fjali you know ose po them ti e di. Gjuha shqipe mbrohet, a kemi një sistem që njerëzit mos largohen për ditë, a kemi një sistem që njerëzit, për shembull, nëse duan të bëjnë punë kërkimore të rinë në Shqipëri, për shembull, un s'ka kuptim që jam duke bërë një bursë nga Emiratet, duke bërë një punë në Angli, kur mund të isha duke bërë në vendin tim. Ajo do ishte një shtysë që këto termat të inteligjencës artificiale të ishin shqip. Po nëse nuk ka shtysë, nëse ka një sistem për mbrojtjen dhe ruajtjen e talentit, atëherë ç'vlerë ka që ti po i bën njerëzit me zor që ti përkthejnë gjërat. Po jetojmë 2023 në uljar i dashur, nuk duhet të jesh njeri i mirë, mjafton të dukesh sikur je njeri i mirë. Po. Problemi fillon te shkolla, sigurisht që njerëzit kanë arsimin e mirë, edhe të rinë në Shqipëri, edhe të mundohen të krijojnë një ekosistem pune kërkimore në Shqipëri, ashtu do ruash gjuhën. Nuk ruhet gjuha duke bërë postime që jo për t'i bërë njerëzit ndihen fajkot, që bëjnë këto figurat politike kështu. Është një thosë që thuash, kam mut në lum, po kur derdhet lumi në det, aty është problem. Problemi është atje në fillim kur njerëzit dhjesin. Kjo është ajo që e kanë problem. Njerëzit shohin problemin si puna e diversitetit. Për shembull çmimet Oscar që bëjnë duhet kesh kaq njerëz të kësaj race, kaq njerëz të këtij identiteti seksual, kur në momentin që vjen puna për bërë filmin, ka mbaruar loja. Shiko kush ka mundësi të shkojë te autoshkolla, kush ka mundësi të kualifikohet për të bërë filma. Atje fillon problemi, te arsimi. Nuk është problemi në fund kur ti punson njerëzit, ka mbaruar, është dhier puna kur vjen puna aty. Është ekziston një shprehje në gjermanisht, nuk e di se si përkthehet në shqip, që do thotë Augen wäsche raj. Fjalë për faj përkthehet larje sysh. Po. Në shqip përkthehet i hedhësh hi sy, domethënë. Po, kjo është gjithaj kjo gjëja që bëjnë këta. Këto thjesht që sillen sikur kjo gjëja s'po ndodh. Ose sillen sikur nuk po ndodh në atë dominin e hapësirën e vet. Jo, po ne nuk po e bëjmë të, ne po japim të mundësitë. Po. Fuck what's happening back then, but këtu, në këtë katrorin ton, sa mirë jemi ne. Po, fiksisht, kemi krijuar ne këtë lojën këtu edhe kjo është loja, domethënë, mos shikoni përtej asaj. Pikërisht, është. Plako AI. Po. What the fuck is going on? Okay, se është e kam vënë re, backgroundi im fillim në fakt është jam inxhinier elektrik domethënë me diplomë universiteti, para se të filloja edhe në shtator Engineers Unite. Para se të filloja në shtator doktoraturën, kisha kualifikimin e inxhinier elektrik. Edhe thjesht kisha pak botimin në robotik, që nuk isha ekspert në inteligjencë artificiale. Thjesht këtu më dha mundësia që të merrja disa klasa, se është një universitet me background shumë të mirë në inteligjencën artificiale teorike, dhe ashtu filloi interesi im. Edhe mu deshën paktën pothuajse po bëhet një vit që lexoj shumë vazhdimisht që të kem paktën një ide si thot, themelit matematikor të fushës. Po tani që u bë kjo ChatGPT-a, kanë dalë këto ekspertët që bëjnë 3 orë trajnim online, edhe shkruajnë gjëra në LinkedIn që do na zëvendësoj inteligjenca artificiale, gjitha gjërat do t'i bëjnë inteligjenca artificiale, kur në fakt nuk është se do zëvendësohesh nga inteligjenca artificiale, thjesht njerëzit që përdorin inteligjencën artificiale do zëvendësojnë njerëzit që nuk e përdorin inteligjencën artificiale. Kjo është pak a shumë, është thjesht një mjet që i automatizon disa gjëra që më përpara duhet t'i bënim ne njerëzit. Kjo është pak a shumë qëllimi. Domethënë që thjesht inteligjenca artificiale është një deg tjetër e automatizimit. Për momentin kaq është.
këto large language models, këto modelet e mëdha gjysore, ja, përkthejmë shqip. Këto modelet e mëdha, këto modelet e mëdha gjysore, që duken në fakt si poezi e fishtës kur e thua. Këto modelet e mëdha gjysore të mrizit zanave. Është një model i madh gjysor, janë thjesht ideja se si ndërtohen është merret komplet dhënat, është kjo arkitektura që quhen transformers, që ka vëmendje selektive ndaj gjërave që kanë rëndësi, edhe bëhen disa matrica shumë mëdha që harxojnë lekë dhe energji, sepse këta njerëz kanë lekë dhe energji për të harxuar. Matricat njerëz janë ato gjërat katrore me numra brenda që keni bërë klas 10. Po, fix ato, në matematika avancë klas 10. Edhe ato si pra ato po shumë në shumë dimensione, edhe në fund fare krijohet ky sistemi që mund të parashikoj fjalën e ardhshme. Nëse thot un kam bler një njeri, mace, qen, edhe me shumë mundësi nuk zgjedh njeri. Po puna është se mund të zgjedhë njeri, edhe kjo nuk na pëlqen ne, se nuk është e rreshtuar me vlerat tona, që nuk duhet bleshte shesës njerëz. Po, me vlerat e mia, që nuk duhet bleshte seshës njerëz, sepse nuk i di si janë, a kupton, nuk janë si shalqin, është shumë vështirë të testosh. Prandaj nuk plago si shalqiri. Prandaj, edhe tani se njerëzit të harrojnë të kujtojnë se po flasin me këtë inteligjencë të madhe artificiale. Ti në fakt je duke folur me një sistem më të vogël, më dhe në sistemi i madh që ka marrë gjithë internetin, edhe ka trajnuar. Tani përveç kësaj, këta kanë punësuar njerëz që të rankojnë outputet, edhe kanë krijuar një sistem më të vogël që i merr këto përgjigjen e këtij sistemi të madh, edhe e bën, okay, çka kanë qef njerëzit. Edhe na tregon në një mënyrë që ne kemi qef. Që për shembull, pak më shumë e vlerat tona, thot mundohet të shmangi gjërat raciste, gjërat e pakëndshme, seksizmin, homofobin, mundohet që të shmangi këto. Edhe është ky sistemi i vogël me cilin është kjo hinka nëpërmjet të cilës diçka filtrohet. Me këtë inteligjencë ne flasim. Kështu që askush përveç atyre punë njerëzve që merren te ky laborator që është komplet i mbyllur me qira fjalë, nuk botojnë asgjë, ka kohë që nuk botojnë. Njerëzit nuk është se e dinë ç'a ndodh brenda asaj kutisë madhe të zezë, ne thjesht flasim me këtë ekranin e vogël që këta kanë ndërtuar për ne, që na duket sistemi i rehatshëm. Edhe problemi i madh që disa shkencëtarë si Eliezer Yudkowsky kanë ngritur është që ne nuk e dim se çfarë mendje është mbrapa asaj kuti zezë, sepse s'kemi akses. Edhe ata që kanë akses, edhe ata nuk e interpretojnë mirë se çfarë ka aty brenda, fatkeqësisht. Dhe mbi të gjitha ne i kemi thënë fix kësaj inteligjencë artificiale se çfarë duam të dëgjojmë. I kemi dhënë gigabajt të tëra që shifë ne këtë kemi qejf të dëgjojmë dhe këtë na jep. Kështu që shumica prej nesh nuk e dinë se çfarë outputi me të vërtetë jep ai sistemi i madh, sepse nuk kemi akses. Edhe për shumë njerëz ky është problem, se nuk e dim se kemi krijuar mashtruesin perfekt. Literalisht kemi krijuar një sistem që është trajnuar që të na gënjejë mirë. Shikoj, gjëja bën sens plako, sepse nëse CEO-ja është një femër normalisht do të krijojë diçka që Okej, Mira Murati është CTO-ja. Tomasi nuk jam seksist, mos më bëni keq. Po, nuk ka njerëz që kuptojnë që është shaka. Nuk e di s'ma do, më fal. Ja, kur ta gjendën kjo pizza. Ky është problemi më i madh që kanë shumë njerëz që e ngren çështjen që ne para 5 vitesh kush ka lexuar se në atë kohë nuk merrej seriozisht kjo inteligjencë artificiale, thoshin do krijosh atë kjo me zor dallon delet nga llit, ti do që dalloj gjuhën. Në atë kohë si ishte kjo arkitektura që përdoret sot, në 2017. Edhe ishte ideja që nëse krijojmë këtë sistem teorik, mos ta lëmë që të flasim me njerëzit, që mos ta kuptoj se çfarë duam, mos na manipuloj dot, edhe mos t'i japim akses te interneti, edhe mos ta lëshojmë në treg të lirë pa e kuptuar si funksionon. Ne kemi bërë fiks kundërtën e këtyre tre gjërave. Fiks e kundërta. Mos ta lëmë që të bashkëpunojmë me njerëzit. Janë një chat, janë një live chat për gjithë internetin. Mos t'i tregojmë se çfarë duam të dëgjojmë. Ja disa gigabajt që tregojnë se fiks rankimet e outputeve që duan njerëzit. Kështu që për momentin nuk është se ajo inteligjencë është thjesht një statistik
e avancuar, nuk është se ka diçka të rrezikshme, po nëse bëhet e rrezikshme, i ka të gjitha dhënat se si ta manipuloj mirë, se e di fiks se çfarë duan njerëzit të dëgjojnë. Prandaj kjo është frika e disave, sepse matematikisht çdo mënyra se si i trajnojmë ne këto sisteme është thjesht optimizon një funksion. Edhe kjo zgjen vlerën optimale të atij funksioni. Dhe është ajo që pyesëm nxjerr Big Titi Goth Girl. Po pra dhe unë, edhe është kjo inteligjenca që përdorin quhet Pornhub, se di, nuk e di, a përdorin shumë njerëz këtë large like këtë modelin e madh gjysor. Chat PH. Edhe kjo është problemi, se nuk dua që të mërzis audiencën, do kenë figur tani për momentin, po pse o bëj ti? Ideja është se kujtojmë se ky bëhet komedi, what the fuck. Ideja, problemi që kanë njerëzit është se i vetë mirat që kemi optimizuar një funksion për kaq shumë kohë, për kaq shumë computation është evolucioni. Besoj se shumica e audiencës tënde beson në evolucion. Është evolucioni. Edhe evolucioni, me sa po shohim, është thjesht ideja që më i fortë fiton edhe gjenet më të forta janë ato që trashëgohen. Sa pasoja të pa parashikuara ka sjellë evolucioni. Të jashtëm kanë hyrë edhe evolucioni. Po, edhe ka sjellë gjithë këto thjesht vetëm kjo computation që gjejmë paraardhësin më të shëndetshëm, shiko çfarë gjërash ka krijuar. Ka krijuar për shembull seksin për qef, që është komplet e kundërt e evolucionit, që është shumë mirë, është bravo që ekziston, po thjesht është në pikpamjen e evolucionit nuk është qëllimi kryesor, se nuk maksimizon asgjë. Prandaj krijon këto pasoja të padëshirueshme si fillim ose të paparashikueshme, edhe kur evolucioni ka krijuar këtë, çfarë na bën ne të mendojmë që ky optimizimi tjetër që kemi krijuar ne do jetë më i mirë. Nuk ka asnjë provë matematikore që nuk do ketë pasoja të paparashikueshme. Edhe kjo është e frikshme për njerëzit. Pastaj është edhe ajo që tregu është i papërgatitur për këtë punë. Tregu është akoma i papërgatitur për automatizimin e softwareve. Tregu i përgatitur për çfarë lloj gjëje? Po, ajo është e vërtetë, kjo që nuk është argument. Edhe kjo 6 muaj ato dokumentarët atëherë kur hyn te kompjuteri në fillim, të na marrë kështu plakot, po llogarisin me dorë, po mblidhin faturat me dorë që ishte shkruar diku tani i bën Exceli. Ti mendon se kjo të mori vendin e punës? Ti ishe thjesht një Po, shumica është do të ishte një nga ato ingranazhet në kompjuter domethënë. Kjo ajo është, edhe kjo ideja që kjo do jetë një shkallë e re, nuk do jetë si çdo shkallë automatizimi më përpara, se deri tani besoj se bijem dakord që shoqëria e botës është e krijuar mbi idenë që çfarë kontributi jep ti, çfarë do bësh ti, ne për këtë do të paguajmë. Edhe dikush që bën, ku diun, dikush që bën tulla, nuk ka nevojë të mësoj se si të bëj djath. Sa ai që bën djath shet, edhe më mirë lekë ai që bën tulla do blej djathin. Edhe po tani nëse gjithë kjo gjë zgjidhet, atëherë mbase do duhet krijojmë një sistem vlerash ku njerëzit do fokusohen më shumë në gjërat që duam të bëjmë edhe jo gjërat që kemi nevojë, sepse këto nevoja do të pak a shumë do zgjidhen nga këto sistemet e mëdha gjysore ose fëmijët e këtyre sistemeve. Siç më përpara ishte duhet të jetojë që të haje buk, kurse tani shumica gjërave që bëjmë ne nuk është vetëm për ngrënë buk, po është për vetplotësimin, vetrealizimin. Ky podcasti nuk është domosdo që ti të mbijetosh që mos të hanë luanët, është për gjëra të tjera. Kjo është mbijetesë, por kjo është mbijetesë shpirtërore. Mbijetesë shpirtërore, po, edhe mbase mbijetesa shpirtërore do bëhet më shumë prioritet se sa ka qenë tani, sepse këto sistemet nëse i menaxhojmë mirë mund të na ndihmojnë ose mund të na vrasin. Po gjithsesi nuk ka. Unë shumë besoj, besoj fatkeqësisht besoj në ciklin, domethënë që kjo ekzistenca shpirtërore do marrë më shumë rëndësi, se pastaj do ndodhet diçka, jo s'do ketë më rëndësi fare, do të mbijetosh prapë. Domethënë edhe janë të gjithë kohës, domethënë duke lëvizur. E di për çfarë përdorin atë ChatGPT plak? Po, jam shumë i bindur që e përdorin shumë, sidomos në Gjermani. Ne shqiptarët kemi një mënyrë të folur jashtëzakonisht konfrontuale. Edhe kur dërgojmë emaile zyrtar, ai robi ofendohet, preket. Po. Edhe të futesh te chati im GTP, e ke Please write me this better and nicer. E kupton dhe i që shkruaj unë, edhe ajo e shkruan më mirë dhe unë i bëj copy paste dhe e dërgoj ashtu. Fix, e unë për këtë. Bëj këtë, nuk kam probleme, nuk ka agresiv, nuk ka më njëri agresiv, sepse ai çaj GTP-ja domethënë
ai ka një çik overflow. So I thought I hope you're doing okay. Meanwhile I want to kill that person. But anyway, edhe i shman këto gjërat që kemi këto, le të them të drejtën mangësia humane, se kjo dashuria ku dëgjojmë dhe dëshira për të përzierë me të tjerët është gjë e mirë, po kjo pjesa e inatit për shembull e asaj që you see red, e kupton që nuk kemë sens, ajo është mangësi, sepse ti apo feeling logjik, ti dëmton veten edhe pse nuk e kupton atë. Edhe there you go. ChatGPT saving the Albanians from getting fired. Ashtu është me thënë drejtën, përveç kësaj është diçka edhe unë kam vënë në Shqipëri kur bëj stand-up në Shqipëri, krahasuar me kur bëj stand-up në anglisht, sidomos këtu në Angli, është që në Shqipëri sikur bëm më shumë me nerva me publikun, si ata shtëpis që e pak më shumë vetvetja. E kam vënë re që sikur nuk është se ideja komedianët duhet ta mbas kur kontrollin, nuk duhet ta lësh audiencën shkojë te ti, se ata janë aty për tu arktuar, s'duhet ta lejosh që ndodhi ajo, është mungesë profesionale nëse ndodh. Edhe mua më ka ndodhur disa herë, po kështu ka jeta. Edhe kam vënë në Shqipëri ka më shumë shanse që të më ndodh, sikur bëjnë më shumë me nerva, sikur ato të shtëpisë që thua po ti, edhe ti. Kurse këtu e kam më sikur ndoshta në anglisht ka më të distancë emocionale, është pak si më profesionale. Mund të mendoj një comeback që të jetë më i butë, ose nuk bëhem me nerva. Kurse në Shqipëri, sikur, si është ajo që thua ti, sikur fillon shikosh kuq. Nuk e di, sepse ndoshta është e gjua jonë është pak më ekspresive, ndoshta traumat e fëmijërisë dalin pak kur flet gjuhën e nënës. Ne populli gjithë, ne jemi një kombi gjithë që kemi kështu temper issues, plako. Ne kemi kështu short temper, po jemi gjithë, nuk e vetëm një. Po. Ne jemi zakonisht elektronë që vetëm përplasen me njëri tjetrin që gjithë kohë ding. Jemi një popull i traumatizuar që s'ka bërë kur terapi, fare, zero. Në njërë flas me prindin e them, një orë terapi do ndihmonte shumë. Një orë të flasësh me dikë, vetëm të flasësh me dikë për diçka që s'janë makina ose aviona. Gjithmonë 100% e kuptojnë njerëzit, kur thua terapi nuk do të vesh gjithmonë te doktori, thjesht duhet të flasësh. Po, flasësh me dikë, mos kap se ti je as profesionist, dikush flasësh me dikë për njëjat që nuk ka lidhje me lekët ose me punën. Nuk për shembull 100% e bisedave që kam me babin tim janë filan makinës shu, avioni, çfarë si ishte avioni, sa turbina kishte avioni, ishte që do jetë shumë mirë sikur të marrim guximin që të flas me prindërit për diçka që nuk është që është pak më emocionale. Kur i shikoj për shembull këta kur fillon babi edhe flet për këtë, si është ajo, when daddy starts to speak për global warming. Babi që nga gay? Kur i shoh këtë për shembull në Big Brother, se ndoshta ne që jetojmë jashtë dhe është eksperiencë tjetër, kur shoh këta që kanë 2 muaj që nuk i shohin prindrit, edhe kur i vinë prindrit të shtëpia Big Brother thonë, ma, sa kishte marrë balli. Unë herë kam vite pa i parë edhe kur shkoj takoj te ma, mirë po ju, mirë, si jeni, hajt ma. I despise weakness. Ka që është biseda. Kurse, po, thjesht i shef, okay, jeni në rregull. Mosha ka për të vetëm, po kjo kështu ka jetë. Po merrni frym. Kurse këta kur takojnë prindërit, sa i bukur je, sa i mirë je. Se nuk e kuptoj se si Shiko, kemi që shef showin e këtan, ne kemi qef të tregojmë të tjerëve se sa i duam prindrit. Po pasaj nuk i qaj mazallin prindrit për marrë leshtane. Kështu po më thoshte dikush, a keni ju në Shqip një term për vampir psikologjik, njerëzit që të përdoren të thithin energjinë edhe që nuk pyesin për gjendjen emocionale. Po i thashun, kemi një term në Shqip, prinder. Këtë themi, plako, imagjino të që këtë gjëj mami im të podcastin. Dhe mami nuk o keme ty, të gjithë prindrit e tjerë përveç te. Po. Kurse unë kam fix për prindrit e mi, dua që ta dërgoj këtë podcast. Se kështu flas me podcastin, nuk flas me prindrit e mi. Do i çoj këtë podcastin, kjo do zëvendësoj orët e telefonatave që kam me ta. Plaka mendon se e bëjnë pasive, se unë kam arritur në një përfundim, po nuk e di se saktësisht që vjen nga një vend i mirë apo. Kur e bëjnë ata. Po ka ca persona për shembull, që mendojnë që e bëjnë me qëllim, që e bëjnë për të ulur. Mendon ti se e bëjnë prindit tanë për të ulur këtë presionin psikologjik? Presioni psikologjik si është, I don't know, kjo mund të ngrinte, mund na çonte në Mars presioni psikologjik I prindve. Po. E kanë nuk besoj se bëjnë për të keq, se edhe mekanizmat biologjik janë të tillë që ti do që gjenetika jote të vazhdoj.
është pak a shumë atë që themi, kur është një funksion që ti po optimizon, nuk garanton që do ketë çdo pasojë që ti mendon se do ketë. Edhe ky është problemi i madh, nuk është problem vetëm me inteligjencën artificiale dhe robotikën, po është edhe me mënyrën se si ne rrisim fëmijët ose se si ne bashkëpunojmë me njerëzit. Prindrit tanë më shumë optimizojnë që ne kemi një jetë të rehatshme, që tim të dalim sot vetes, edhe harrojnë që përveç kësaj është ideja që të ndihesh i sigurt, të kesh mundësi që të flasësh me njerëzit, të ndihesh i mikpritur, të vetë realizohesh. Edhe këto është ajo piramida nevojave, prindrit tanë shohin bazën, shohin atë që i ka munguar atyre, edhe mundohen që mos na mungojnë ne. Po harrojnë që në momentin që këto nevoja plotësohen, njeriu mundohet të shikojë ato që janë më lart. Edhe kur nuk je mësuar të shikosh nevojat më lart, që është vetërealizimi, siguria emocionale, kur nuk je mësuar që ti shikosh, nuk e kupton nëse një person i mungojnë ato gjëra, se ti se ke parë kur veten tënde në mungesë të atyre. Prandaj mendoj nga që nuk janë mësuar në parjen e këtyre nevojave më të larta, e thjesht nuk e procesojnë që ne na duhen edhe ato. Nuk e di nëse ke kaluar si periudhë apo jo, po nëse ke kaluar, sa e vështirë ka qenë ty momenti i parë kur e kuptove që ti tashmë i ke kaluar për një para kaluar. Është ajo, është vdekja metaforike e prindërve, që prindërit vdesin 2 herë. Në fillim vdesin kur ti kupton që s'ke më nevojë për ta, që bën thjesht njerëz, edhe pastaj vdesin kur fizikisht nuk janë më aty. Mendoj se hera parë ka qenë unë 18 vjeç kam ikur nga Shqipëria, biles ditëlinën 18 e kam festuar në aeroport. Edhe bleva një taco, edhe aty kuptova që thjesht një meme shqiptare. një kulaç meksikan, edhe atje kuptova që nëse s'kam sens humori, kjo gjëja që po bëj me jetën time nuk do funksionoj. Pastaj më vonë ishte puna pas një viti që doli shkolla, që doli një bursë te një universitet që unë kisha qef. Aty kur po diskutonim se çfarë do bëja me jetën time ose çfarë dege do zgjidhja, e pa që mënyra si e shikonin ata është ai mentaliteti, famine mentality, mentaliteti bukës, që ato kesh një punë, ato kesh të gjërat, nuk shikonin që a do të realizohesh, a do të gjesh një profesion që të kontribuosh në njohuritë e njerëzimit. Domethënë, po shikonin diçka që nuk kanë pas privilegjin të shikojnë përtej saj. Nuk kanë pas privilegjin prindrit tanë ose të paktën prindrit e mi që të mendojnë, si të kontribuoj unë në Pikërisht është fjala e duhur kjo, privilegji, jo se privilegji. Nuk është se skandal, thjesht nuk e kanë menduar ndonjëherë që cilën dek doktoraturë zgjedh unë që të jetë më afër industrisë. Nuk e kanë pas kur këtë ide. Edhe aty kuptova që këta janë njerëz që janë njerëz të mirë, kanë pasur eksperiencën e jetës, por nuk mund të vazhdoj unë duke i patur këta si sistem vlerësimi. Nuk mund ta vazhdoj të marr shpërblimet prej tyre, shpërblimet këto emocionale, sepse do më pengoj mua të bëm thjesht kopje e tyre. Kjo ishte, mbaj mend kur zgjodha degën, edhe më vonë që ishte në fund ditës janë njerëz me eksperiencë, janë njerëz më në moshë me cilën mund të ri, mund t'i bëj për qeshur, po nuk është se sado që kanë mendim të mirë, vjen një moment që duhet gjesh figurat të tjera që janë më afër atyre qëllimeve. Kështu që mendoj se ajo ishte hera e parë. Si ishte për ty kur kuptove që nuk Shumë e vështirë kjo, ka qenë nga nuk e mendoj se është dobësi, e them me përgjegjësi të plotë se ka qenë një nga periudhat më të vështira të jetës time, se në momentin që e kupton që ti ke kaluar atë themelin e njohurive, domethënë mënyrën se si e shef jetën. Nuk e ke pjekurinë që kanë ata normalisht për të folur me njerëzit, se nuk e njohur ai shumë jetës sa kanë njohur ata, dhe normalisht krijon ato betejat në familje, kupton, është i riu me të vjetë, gjithë kohës edhe unë nuk kam takt, kupton. Unë nuk kam takt në të folur, unë do të them kështu. Domethënë edhe normalisht unë që nuk kam takt nga dikush kam dal gjenet e dikush kam. Pa takt ata e kupton tash, jo, ka krijuar disa, domethënë, situata që vërtet kanë qenë të rënda, domethënë, po ta kuptoj se vërtet për çfarë what the fuck we're talking about, it's not that important, por që janë krijuar edhe është e dhimbshme, por më ka dashur një kohë e mirë për ta kuptuar që okay, kjo është fakt, por unë duhet të gjej mënyrë se si unë ti përcjell këto ide, dhe nëse unë e di që e kam dakord, nuk mund të jem si
ata që të thonë që jo se të kam bërë kokën. Edhe unë nuk mund të them jo se ti se di se unë kam bërë Po. shkollën në Është si do komunikosh. S'mund të bëjmë në të njëjtën gjë se pastaj what the fuck, it's the same thing. Është një gjë. Nuk ka kuptim. Edhe ideja është që simbioza është gjëja e duhur, është bashkëjetesa. Bashkëjetesa sepse unë mund të kem lexuar, po dëgjon, më shumë libra në një vend tjetër, mund të dim shumë gjëra në një vend tjetër, por ata kanë eksperiencë jete, ata kanë eksperiencë njerëzore, për shembull. Edhe eksperiencën njerëzore nuk e lexon ato libra, të themi drejtën apo jo. Sa libra ke lexuar ti edhe sa që të kanë treguar për eksperiencën njëri për njëri, edhe sa të kanë treguar për shembull në të rastin të specifik stand-up. Po. Kolosalisht më shumë, nuk diskutohet. Po, sigurisht, më shumë fiton duke 20 minuta me komedian tjerë duke bërë muhabet se sa duke parë 20 speciale në Netflix apo çan ato. Pikërisht. Ky është edhe kjo pse unë bëj podcast edhe ftoj njerëz edhe flas në përspesa gjëra të tjera sepse unë lexoj gjëra që më interesojnë ose shikoj gjërat që më interesojnë. Nëse unë jam në bashkëbisedimi mua më kërkon të më mendoj në kohë reale në mënyrë aktive. Po. Kurse dokumentari ose libri unë po lexoj dhe thjesht po e mendoj kur të kem kohë do e mendoj prap, kur të jem duke pirë në një whisky, në një cigare, do të them po sa e bukur ajo që e tha po deri mbas ditësh, kurse në moment ti ke bërthamën tënde. Është njësoj si stand-upi deri diku. Në thjesht një shkallë shumë e vogël që po provohesh, që mund të dështosh, mund ta kesh gabim. Po. Ta kesh gabim, do të jesh i maturuar mjaftueshëm, të thosh që okay, faleminderit që ma tregove sepse do vazhdoja edhe unë të ja thosha të gjithë njerëzve gabim të, po tani e kuptova dhe tani është diçka e mirë për mua. Këtë nuk janë mësuar për ditë. Po. Me këtë lloj mendimi. E kupton? Kjo është shumë e vështirë për të pranuar nga shumë njerëz. Unë jam edhe në përspesa ose në grupe, në për të tjera e kanë shumë bezdi njerëzit që unë kur një njeri më shpjegon që ka gabim, okay, unë them, fale, e kisha gabim, e kisha keq kuptuar. E urrej njerëzit të gjën. Njerëzit duan konflikt të plak. Jo, unë e kam sak. Jo, unë e kam sak. Po plak po, përderisa kam gabim, okay. I give up. Po, është mendsi shumë e mirë, edhe disa njerëz e kanë këtë, e kuptojnë më herët. Mua më është dashur vetëm kur kam qenë në domethënë si fillim në rrethë profesionale dhe duke diskutuar zgjidhje për një problem që është open-ended, që nuk është se ekziston si zgjidhje më përpara, që të kuptoj që okay, mos u marto me idetë tua, lër idetë të vdesin. Këtë unë më është dashur 20 vjeç që kam marrë vesh që është një aftësi e duhur, që mos u marto me diçka, mund të kesh punuar 2 net për të bërë një proof of concept, diçka që t'ja shpjegosh njerëzve. E tregon dikush e ka bërë më mirë, dikush gjen një gabim, lër idenë të vdes. Është gjithë përfitojmë duke, domethënë, si është ajo, civilizimi njerëzor është ngritur mbi kufomat e ideve që nuk kanë funksionuar. Kështu që lër idenë të vdes. Kjo është që më është dashur shumë kohë, edhe në mjedisin akademik është bërë, e kam kuptuar që është e shëndetshme. Që nuk duhet jetë vetëm kjo. Njeri nuk duhet të ketë nevojë të bëjë doktoraturën që të kuptojë këtë themel të diskutimit. Ngatërojnë dhe ca gjëra ulat njerëzit. Për sa i përket pjesës që lërë idenë të vdesi, ndonjëherë shumica e kuptojnë këtë që, okay, nëse ata të thonë të lërë idenë të vdesi, edhe ti duhet ta lësh të vdesi, që unë s'besoj se është luftë betejë. Është në qoftë, unë nuk do ta lej të vdesi. Po. Po, lufto, po thjesht është një moment që duhet të iki, një moment që duhet ta kuptosh që lëre të Bashkimi Sovjetik duhet bjerë. Është gjithmonë në mes, domethënë. Jo ta lësh direkt vetëm se të tha njëri jo. E do të thotë njëri, vllai ku dëgjon, toka është e shesht jo. Okay. No. Jo, valla. Ose rumbullakat mos marrë. Po. Jo, të kuptoj. Sorry. Jo, do më ndësh është e shesht. Faleminderit, më shiqur gjeta ti këmbë në fund që mund të diskutojmë. Ja mundoj t'ia tregoj njerëzve plak, s'ka shanse të jetë rumbullak, është e shesht. Ai tipi që bën kështu është inxhinier, po në fund ditës toka është e sheshtë, me qira fjala. Mbyllet podcasti. Mbyllet podcasti. Edhe të gjithë kryejmë vetë vrasi masive. Duke u hedhur nga cepi që ekziston. Po plato si e fillove komedin ti? Sa vjeç? Apo si? Si. How? Po ja, ishte kështu. Seriozisht, do të jap përgjigjen. Do t'ja përgjigjen normal, do t'jap domethënë përgjigjen e intervistave, pastaj do t'jap edhe përgjigjen e vërtet. Përgjigja e intervistave është kështu që un kisha frikë nga dështimi.
edhe kisha frikë nga dështimi publik dhe më në fund kuptova që nëse bëja stand-up, unë mund të ballfaqosha me këtë frikën time më të madhe që ishte frika fobia ndaj dështimit. Sepse duke u marrë në Shqipëri, unë gjatë gjithë kohës këtu në Shqipëri jo i fokusuar tek notat, tek olimpiadat, kam qenë një adoleshent shumë i mërzitshëm. Po të ishim takuar ti si adoleshent, ti s'do kishe ndenjur me mua, fare, 0%. Edhe derisa një moment parë që kjo mënyrë të jetuari u bë problem se nuk po socializohesha dot, nuk po krijoja dot marrëdhënie të shëndetshme afallgjata. Edhe kur më dha mundësia që të studija në Shanghai, se thjesht qelloj që nga që ka që fiksuar gjatë gjithë jetës, isha pak më përpara në matematikë se shumica e brezit tim. Edhe mu dha kjo mundësia që të bëja lëndë matematikën në Shanghai. Edhe atje, domethënë, nuk isha snifja s'kisha asnjë sistem suporti, isha thjesht ato lesionet e mëdha që unë isha i vetmi që bëja pyetje, se studentët kinezë nuk bëjnë fare pyetje edhe kur sa kuptojnë. Unë isha i vetmi që ngrija dorën me atë theksin tim çpi for American, very pretentious. Oh, what is that? Edhe domethënë edhe ato kthehen edhe shikonin kështu. Edhe ndihesh edhe më idiot se sa ndihesh kur se kupton. Kur edhe se kupton edhe njerëzit gjykojnë. Edhe aty pastaj fillova pash sigurisht siç fillon çdo gjë për të bërë përshtypje një vajze. Kishin vajzë që ua, këta njerëz që bëjnë stand up, sa mirë që kanë guxim. Ashtu? Guess what I'm gonna do? Guess what cili ka qenë hobi im gjatë gjithë jetës është stand-upi. Edhe unë kam lindur për stand-up. Unë kam lindur për këtë punë. O, çfarë koincidencë, unë kam lindur për këtë. Edhe shkova bëra te një kështu sports bar, se ky është fakt besoj se di e përgjithësi do të them, Kina ka një sistem që i lejon këto njerëz të jashtëm të hapin biznese edhe modele të reja biznesi në mënyrë që ti studiojnë edhe ti kuptojnë, edhe pastaj i ribëjnë vetë. Për shembull, kur isha unë, na linin që të bënin stand-up, që një vend si Kina është shumë nuk është gjë më e kështu, e sigurt që të bësh stand-up. Edhe mbaj mend shkova për stand-up në Kinë është kështu, plakot. Shkova për herë parë stand-up edhe i thash i gënjeva, i thash, unë kam kohë që e bëj këtë, lesht, një herë e kisha bërë, unë kam kohë që e bëj këtë, super gënjeshtër, kam kohë që e bëj këtë. Fake it until you make it. Fake it until you make it, e kam bërë në Boston, disa herë kisha bërë në Boston, si që bëjnë njerëzit parashut, nëse hihesh 3 herë me parashut, nuk je parashutit. Gjithsesi unë i thash, thjesht më thoni çfarë gjërash mos të them që ta di, domethënë, e than, po mos përmend Tiananmenin, mos përmend Tibetin, mos përmend Taiwanin, këto gjëra. Këto mos i përmend tha. Apo me këtë rast edhe Hong Kongu, si ishte kur filluan ato protestat Hong Kong. Këto mos i përmend. I thashun, s'kam material për Tibetin plak, mos u mërzit. Edhe kështu filloi. That joke though, what does the power say? Hong Kong. Hong Kong. Ndërka t'ja thënë që të bëj asgjë për Tibetin. Sa del në sken. What is the deal with Tibet? What is the deal? Është si Jerry Seinfeld. Kështu kam filluar. Po që, domethënë kjo është përgjigja që jap kështu standarde, që përballesh me frikat e tua, si stand-upi. Përgjigja për buçin tash. Tani përgjigja është që i vogël kam pas shumë inate, kam qenë fëmijë vetëm, bësha me nerva me njerëzit, edhe kuptova, edhe herët kur isha rreth 10 vjeç, kuptova që nëse i shpreh këto gjëra direkt, nuk ecën shumë në jetë, se njerëzit bëhen me nerva me ty, nuk t'japin mundësitë që duhet, nuk do vlerësojnë nëse studion shumë, nëse je impulsiv. Edhe fillova ta ndrydhja veten. U bëra shumë i qetë, shumë shembullor. Edhe ai nati fillon akumulohet, sidomos kur je fëmijë vetëm që s'ke kot rrafësh, ai nat vjen akumulohet. Edhe kur rri gjithkohë duke studiuar, nuk është se të ndihmon shumë që ta nxjerrësh të inat. E pastaj kuptova që nëse i përtas të panjohurve për ta nxjerrë gjithë të inat që kam, jam më i qetë ditën tjetër. Edhe kjo është ideja sepse e bëj që më në fund mund të funksionoj në shoqëri edhe ta nxjerr gjithë këtë mlef që kam ndaj gjërave që njerëzit si kanë problem. Po që unë i kam. Kush do e dinte që ka shumë panjohur që kanë fetishe dhe shumë qejf kur i shan. Po pra, ku e dinte? Pastaj filluan të paguajnë për këtë, po ajo s'të. Kështu, domethënë, me thënë drejtën, nuk e di më gjë. Pastaj kështu filloi. Pastaj mendoj se qasja ime ishte njëta qasje që kisha për inxhinierin, që zgjidh shumë ushtrime, bëje derisa ta kuptosh. Edhe domethënë atë qasje kisha edhe për stand-upin, shkruaja pafund. Për shembull, shikoja stand-upet e këtij Louis CK,
edhe I shkruaja fjalë për fjalë gjëra që thoshte ai që të kuptoja strukturën. Më thënë, ishte njëjti stil se sikur zgjidhur shtrime elektronike, që bën 1000 qarqe derisa ta fiksosh, derisa ta shikosh dhe ta zgjidhësh direkt. Ju jeni çik kështu Këtë fiksim, edhe me thënë drejtën, me të njëjtën qasje ju afrova dhe stand-upi, derisa pash që mund të shikoja, mund të kisha zërin tim artistik edhe këto. Edhe pastaj e bëra, fillova ta bëja në Shqipëri në 2021 që u ktheva në verë. Edhe ajo pastaj mbështetja cornerit, komuniteti komedianëve, ajo sikur ta ringjall pak edhe më shumë. Pastaj kur me chicken shit, se kam provuar akoma, kam pothuajse 40 faqe material. Unë them që ta provosh po në shqip apo në anglisht? Both. Nuk e di, jam frikacak të plakësh, drejt, jam frikacak të plakësh, nuk kam ban. Sa frikacak kam qenë, unë kam pas kështu full blown panic attack. Herën e parë ishte mirë se ishin suportues njerëzit. Herën e parë thonë, herën e parë këtë çuni vogël, 20 vjeç. Pastaj se edhe dukesha shumë kështu, shumë fëminor, se kisha arrit akoma pubertetin, edhe kështu late bloomer. Edhe njerëzit thoshin, hera e parë. Pastaj herën e dytë, herën e parë kujtova se isha mirë, thash, unë jam Eddie Murphy, jam super. Po, kurse herën e dytë than, herën e dytë pas minutit parë, veç e ndjen sikur fillon ftohet gjoksi. Edhe ajo ka qenë. Po, me thënë drejtën, pastaj kur shkova, se ka një ndryshim të madh tregu shqiptar që në stand-up pothuajse nuk ekziston, është shumë I vogël, edhe ndonjëherë krijon iluzionin e mjeshtërimit, iluzionin që dita bësh e mjeshtërisë. Krijon këtë iluzion që unë e di se janë edhe 3 njerëz tjerë, ata kanë një vit më pak se unë, krijon këtë iluzion që ti di. Pastaj kur isha në New York, se ndonjëherë në Shqipëri edhe pa dashje kopjon se e përkthen, është ajo premisa e ngjashme. Nuk ka gjë, robi do frymëzohet nga dikush. Po puna është se kur e bën në New York, nuk është më përkthim, nuk mund të bësh të njëjtën. Për shembull, mbaj mend një komedian para meje, kishte bërë një shaka që ishte si e Dave Chappelle, edhe I bërtiti dikush, old premise, hacky punchline, që e ditën, e dalluan që ky po kopjonte. Edhe unë mbaj mend që isha 5 minuta para tij duke zgarravitur bllokun. No, nuk do të bëj këtë gjë. Edhe mësova që më mirë të dështoj me materialin tim, se sa të marr premisat e dikujt tjetër. Edhe ajo, domethënë, që më ka ndihmuar shumë duke bërë stand-up në tregjet angleze dhe amerikane, është që është tregu I madh, edhe nëse ndodh që pa dashje është një premisë ngjashme, komedianët e tjerë do të thonë. Ka komedian që kanë 10 vjet që e bëjnë, që janë shembuj, edhe ato do të thonë që shif plak, mos e ka bërë dikush tjetër këtë, ka bërë stand-up, e ka vënë në YouTube, është futile, mos u mundo kot që ta kopjosh. Edhe kjo më ka ndihmuar që këto barkat e shpëtimit mos t'i kem. Që është ideja që William I parë kur ka pushtuar Anglin, I ka djegur barkat e shpëtimit që ta dinte që s'do kthehej, që o do vdes ose do ta fitoj. Këtë gjë kam mësuar të bëj edhe këtu që s'ka më barka shpëtimin plak, ose do vdes me materialin tim, ose do mësoj si ta bëj mirë, sepse nuk ka më. Edhe kjo mendoj se ka qenë ai përmirësimi që në tregun shqiptar nuk do ta kisha, sepse thjesht nuk ka njerëz në Shqipëri që kanë 10 vite karrierë stand-upi, që kanë mbushur teatro duke bërë stand-up. Edhe pastaj nuk po them aktorët quhen. Stand-up nuk ka. Edhe ndoshta ajo është pak tregu shqiptar që krijon vetëm brezi juaj është një sipellg I vogël që nuk ta lejon. Për shembull kur kemi filluar në 2021-shin, isha mbaj mend Mario që kishte kohë që bënte, Bello, unë, Denisi kishte bërë pak më parë po bënte pushim, e kishte lënë për pak kohë. Do të thonë ky ka qenë peizazhi. Tani ka më shumë edhe më bëhet qefi, sigurisht, sa më shumë aq më mirë, gjithë I mbështes, shumë dashuri për gjithë. Kjo është shumë gjë pozitive, se ka persona që e shohin ndryshe, domethënë, edhe njëjta gjë me podcastet, e njëjta çdo lloj gjëje me zolla kështu. Duhet të jemi mbështetës, duhet sa më shumë të ketë aq më mirë. Aq më mirë se nuk humbim asnjë gjë. Po, ashtu është. O plako një pyetje kam unë se ti po I merr mirë qenë ato. You take it for granted, domethënë, po Shanghai, Oxford, Boston, New York. Ka qenë më shumë. What the fuck, man? Unë jam rritur, domethënë, kështu, si është e shpreha, lower middle class. Jo, ishim një shtëpi e vogël me qera, jetonim një familje tipike shqiptare, gjyshit, me prindrit edhe unë. Edhe gjithmonë s'kisha kush që t'u thoja shumë, si një familje normale shqiptare, edhe gjithmonë doja t'u thoja, dua të shkoj në këto vende, sigurisht edhe duke parë stand-up krijohet ideja që Amerikos ka.
Edhe gjithmonë e kam dashur sa më dha mundësia që të bëja vitin e fundit në Boston, që më dole një bursë, aq sa kisha, më lek borxh, shkon bëra atë vitin e fundit në Boston. Pastaj më dole një bursë në New York University në Abu Dhabi. Edhe ata paguan gjithçka, paguanin biletat, paguan sigurimin shëndetësor. Edhe për një person si unë që s'kisha asnjë gjë, isha literalisht 18 vjeçar pas një kursim, pas gjë të rëndësishme. Kjo ishte bilet fantastike, jam pafundësisht mirënjohës ndaj atyre. Edhe pastaj kur shkova atje, mbaj mend që bëra këtë provimin e matematikës që thanë mund të shkosh në Shanghai se të dha kjo mundësia, edhe kështu krijua dhe Shanghai. Pastaj në New York sigurisht duhet shkoja se është New York University. You have to go to New York at some point. Edhe prandaj u krijua që është kjo, duken sikur janë shumë vende. Ku je rritur kur ke qenë fëmijë? Në Tiranë. Mos na e thuaj që unë isha në Tiranë dhe nga që më pëlqeu ato vajta në Boston. Pse mos do vëm çikin botë e do Robi dhe çik Robi New York. Ajo ishte ideja thjesht që aty doli bursa, aty e dimë që kishim një kushërirë dhe let's fucking let's go. Po, tani e kuptova, po se ti e kalove shpar. E ke parasysh po isha unë muslim shyre thash, po sigurt të vete në Brooklyn tani. Why not? Po që mbaj mend në Boston nga isha 18 vjeçar duke aplikuar në universitet, isha gjatë gjithë kohës i stresuar. Si ishte ai stresi ai ankthi financiar që të hap për brenda. Edhe kur pyesin njerëzit, "Ua, po si ishte Boston, si ishte jeta natës në Boston?" Plak, nuk ishte 18 vjeç në Boston. Mundosha mos çaja ndush. Ky ishte qëllimi im në Boston. Objektivi im ishte sot nuk do çajm sepse kemi punë. Ky ishte qëllimi. Kur pyesin, "Po si ishte jeta kulturore në Boston?" Ku diu në plak. Jo, shumica e këtyre personave plako nuk është se i shiuan për te, se dhe unë kam marrë gjithmonë, e ke parasysh ti me hamën e ke parasysh nami që ka Berlini për jetë natë, për të kulturën, vlerën apo anti-vlerën, varet nga pikpamja jote politike. It's sex positive. It's a sex positive city. Well, I would say more than a sex positive. Edhe ideja është që si është këto se kam dëgjuar këtu. Well, I've been around, nuk është se unë kam qenë i mbyllur gjithë kohës. Unë kam pasur ato 2 vitet e mia të para që gati më çoi në degradim dhe dështim në shkollë, domethënë derisa e kuptova dhe hoqa dorë. Por që atëherë kam që nuk frekuentoj fare këto, edhe njerëzit edhe kanë vënë re jo për të qenë se nuk dua të bëj dhe snobizmi se është e rëndësishme për mua që mos të dukem se nuk dua të shaj njëri, por ai ka ndoj shaj. E shpi gjithë vjetë që si ka mundësi ti je boring, e koto me të ti është në Berlin, mos vesh në klabe, e kuptojnë shife, plako Berlini kam shumë se sa klabe, e kuptojnë fakti që kjo dopamina unë kam qenë një person që vdisja për këtë dopaminën, gamer e sapi, ke parasysh në. Dhe me çdo lloj gjë tjetër kur dinim u diela sa ko bëja të pick-up kështu goca në rrugë. Isha dopamina në fillim. Edhe ka qenë chaser keq, kurse tani jam kthyer në një armik, ose u ktheva në një armik, kurse tani jam okay, duhet si dopamin tu, por kemi një qëllim afatgjat. Po. E shikoj jashtëzakonisht shumë rezistencë dhe portretizohesh si idiot olla, kupton, kur ke një qëllim tjetër edhe nuk e shikon kënaqësinë vetëm të vesh të marrësh një MD apo një kështu një ekstazi në një klub techno, domethënë, ku do jesh kështu si Call of Duty Zombie 3. Ma mend herën e parë që më ofruan, nuk do të them se te cili klas, te cili vend, se nuk do ta inkriminoj njerëz, po jo në Shqipëri, më ofruan crystal meth. Edhe I didn't know what it was, edhe I thash, jo se jam me stomak. Thuaj jo, say fucking no and leave. I thash, jo, plak, jam me stomak, faleminderit. What a fucking... Po se nuk di se nuk duhet tuk e shkeq si jam mësuar në atë stil. But now it's easier. Ka të bëjmë me identitetin inxhinierik jo. Disi bëjam plako për thëshë kur një të bar ose merr në një vizë rreth me. Unë kisha qef të studioja, thashë jo, unë nuk dua, por mund ta bësh ti. Mund ta bësh ti, ja. Unë dua, edhe më thënë kisha të shefin që ta vështroja, domethënë ta analizoja what the fuck is going on. Edhe ti je me ato birën time se unë nëse ka një gjë që unë kam qef plako është alkool. Edhe unë jam në ato bazën tim, edhe po shikoj një person që po kalon nga normaliteti, që po thiket, dhe se po fillon po ngrihet përsëri,
ishte kur e shikon si I tretë, domethënë, you're fucking sure you don't want to do that to yourself. Yeah. Ja, unë amal, më thënë me këto, me drogas si kam provu edhe alkoolin, do më thënë, e kemi pas në shtëpi se familje shqiptar, po vetë se pi, kështu që nuk është se kam shumë eksperiencë e këto, prandaj gjithmonë në për këto situatë. Gjithmonë këto situata jam, what if you write some jokes? What if I read some bad jokes that I wrote? Gjithmonë mundohet që ta çosh në një drejtim tjetër. Unë kam nga që shiko, se unë kam një teori vetë për sa I përket inxhinierëve. Inxhinierët e ndërtimit për shembull janë politikanë. Inxhinierët mekanik janë inxhiniera, kurse inxhinierët elektrik janë kështu detajista. Budallaj. Është weird the plak. Jeni weird, e kupton? Yeah. Edhe në industrinë tim plako normalisht industri konservative, punuar me pleq, çdo të premte ne kishim fillon në 1,5 metë me bira. Gjermani, Berlin. Inxhinier ndërtimit njihet për këtë, kështu që janë pak konservativ. Edhe filloni me bira, zakonisht duhet të mbaj ata hapin e tjerë dhe në fillim unë kur fillonim që edhe të flisnim që kur kujdeshin grupi mase duhet flisje alkooli më ka ndihmuar shumë plak unë atë birën e parë I thesh po që ka të bazën që thej okay, who gives a fuck, let's go. Let's fucking go, yeah. Pastaj duke ralluar atë alkoolin, domethënë, edhe fillova duke implementuar ata gjën që mirë për alkoolin, duke e implementuar vetë pa alkool. Kërkojnë çik vetë kontroll, jo, kërkojnë çik se është it's a very fine line, mund të bësh alkoolist. Yeah, kërkojnë ato gjendjet e brendshme, ato state machine, edhe krijojnë ato gjendje se fillon ta hakosh sjelljen, po. Pikërisht, edhe e kam vënë për shkakun që në qoftë se unë ndihem I pasigurt me një gjë, më duhet thjesht pak fare, vetëm ore thjesht ideja është psikologjike më shumë. Edhe mos ta pi, thjesht ta shoh me sy, domethënë kështu thjesht, okay, it's there. I don't know, është si ai mali, e kupton? Po, shumë njerëzit e kanë këtë me shumë gjëra, disa kanë me alkoolin, njofu njerëz që e kanë për shembull me barin, që jep thjesht pak fare, thjesht me cigaren. Me cigare. Shumë njën që kur pi cigare, kur pi alkool pi cigare shumë. Po, e kanë me këtë cigaren. Ka njerëz që e kanë edhe nuk kemi as kur që gjykojmë, disa kanë me lutjen, disa të thonë ato gjërat është thjesht si një mantra që ti t'jesh më në ta dish që ke bërë gjithçka që është në dorën tënde. Kur e thuat lutjen e fundit, sikur e pi atë gotën ose çfarëdo që tjetë që kanë njerëzit që I ndihmon, prandaj nuk gjykoj askënd, është thjesht ajo që bëra gjithçka që është në dorën time, kam punuar, bëra këtë ritualin e fundit. Po, bëra këtë ritualin e fundit, tani jam në vetveten time, tani thjesht jam unë edhe avioni. Tani jam thjesht unë edhe. Është një shaka për këtë. Është një shaka për këtë 11 shtatorin. Që është një komedian musliman që thot, si musliman e mbaj mend herën e parë kur mora vesh për 11 shtatorin. Ishte data 5 shtator. Që të më dhënë ka marrë në parë. It's so stupid. Ishte data 5 shtator. Qa e flat joke, ose kështu dead jokes, më thënë në gjermanisht e quhen shakat sheshta. Yeah. Unë I kam shumë shqipës kur ai tipi bën një perfect landing, I'm a sucker for a dead joke. Gjitha, edhe unë kam vënë për shembull, janë dy lloje shakash. Shakaja e parë që funksionon që herën e parë, ajo është si një one night stand. Që okay, e bëm, shkoj shumë mirë, gjithësisht shkon punë vet, kjo nuk do. Kurse shakat që janë fillim që njerëzit thonë, që sikur e të merron audiencën, atë janë shakat që okay, le ta zgjidhim këtë, më dëgjoni pak, më besoni mua do ja kaloj mirë. Ajo është pse stand-upi ekziston. Se për kështu shakat do t'rregonim gjithë Barsaleta, do t'i lexonim në YouTube, it would be fine. Ishte një shqiptar italian dhe një gjerman. Këto, po, do bënim vetëm këto, po t'ishte për gjëra që pranohen. Po ajo ideja. Qa brezi kemi qenë, sa kemi qeshur me ato. Ma ato më si ishte ajo, ja vodhën orën, ishte shqiptari, ta jam në Shqipëri këtu. Ajo ka qenë gjithmonë shqiptari, ja fut gjithë. Po ka vënë re, më është shkatruar ky iluzion se edhe kombet e tjera I tregojnë këto Barsaleta, po nuk I tregojnë me shqiptari, I tregojnë me kombet e tyre. Çfarë tradhtie. Kur më tregojnë një shokojmë nga Nigeria, po s'ma tregojnë me shqiptar, ma tregojnë me nigerian, I thash, jo, këtu gjithë fëmijëria ime u shkatrua. Kujtovas edhe ju I tregonin me shqiptar. E mirë si I përkasin çik botës së drejtë këto lloj shakash kështu. Është ajo ideja që le të sillem. Prandaj edhe mendoj unë se në Shkodër
kam pasur shembuj, nuk është se kam pasur shembuj stand-upi, në Shkodër bëjnë varieté, bëjnë skeqe, gjëra, po e kam pas të idenë, për shembull në mbledhje familjare, që kishte njerëz që kishin batuta dhe had comebacks. Edhe femrat edhe meshkujt they had strong comebacks për këtë gjë. Plako, për comebacks ne jemi në maj. Fjalorin e pisë që kemi ne dhe ideja se si ne mund të themi çdo lloj gjë në një kuptim idiot edhe të pisë, domethënë është perfekt. Edhe mendoj se ajo më ka ndihmuar kur bëj crowd work, sidomos në anglisht, se thjesht e kam gati edhe e vlerësoj. Domethënë se është si puna e njerëzit që vlerësojnë arsimin ose që vlerësojnë një lloj sporti. Krijojnë një sistem vlerash të vetja jote që ti je prioritet. Për shembull, nëse vlerëson arsimin edhe të leximin, krijojnë një sistem vlerash që ti të lexosh më shumë, do të jesh më mirë në këtë aspekt. Kështu është edhe me këto comebacks. Që i vogël kisha këtë sistem vlerësimin vetvete që you have to have a funny comeback. Për ndryshe s'ka kuptim. Edhe kjo më besoj se më ka ndihmuar kur shkruaja që thoya, jo, duhet të jetë embret, për ndryshe what's the fucking point. Plako, po para se të regjistrohen më fulla çike profili për shikoja prap ato që tek ajo që edhe kisha komentuar me atë ne kështu që mbushet ajo bari patience i durimit edhe i kthesh atij. Ajo është nga maja e tua për mendimin tim. Pasi se ke shaka shumë të forta dhe shumë inteligjente më vonë. Ajo është maja sepse it takes plako duhet të jesh goxha i durueshëm, po pastaj kur të ikën durimi duhet të kesh goxha vetë për mbajtje që ta kanalizosh atë frustrimin në atë lloj comebacku që ishte perfekt. Ajo ishte krye vetë. Për gjithë ata që se kanë dëgjuar të shkojnë te profili se s'bën atje dhe ta shohin. Ajo unë sa herë që e shoh atë që është me të njëjtin intensitet si herën e fundit. Faleminderit. That's high praise. Se gjithmonë kur e qeshra nuk ulet nga shikim, ajo është ajo qëllimi i fundit. Jam munduar për shembull se ndonjëherë është problem se nga që kam vetëm një mikrofon, edhe ndonjëherë nuk dallohet çfarë thon ata, edhe humbet ajo. Edhe nga Andrew Schultz e kam dëgjuar në fillim kur tani ka produksione, ka shumë lek ai, po kur ka filluar në 2019-ën, në fillim që filloi të postonte klipe, thoshte kryesorja që have a mic in the crowd. Duhet kesh një mikrofon audien që të kapësh reagimet tamam, që të kapet e qeshura fix. Se njerëzit kanë, mendoj se është karakteristikë evolucioni, e dallojnë qeshurën falso nga qeshura vërtet. Për shembull, nëse shikon është ky emisioni shqip që më lër të flas që dalin komedianët, edhe dallohet që e qeshura është e regjistruar. Është, domethënë, nuk e din, domethënë materialet e tyre janë shumë të mira, janë të qeshura normale, po thjesht nuk e mikrofonojnë mirë audiencën, sepse nuk janë mësuar që të prodhojnë stand-up, janë mësuar që të prodhojnë televizion. Edhe të qeshurat kështu canned laughter, të qeshurat e kanaqes, të qeshurat që janë të vjetra, dallohen direkt, se të mbarojnë shpejt, fillon shpejt, kurse të qeshurat normale, kush ka bërë një dhomë ka performuar një dhomë me 200 vet, është fillon, pastaj ti vazhdon, pastaj gjithmonë janë 2-3 njerëz që vazhdojnë e qeshin. Është pjesa e saj, edhe mësohesh, e shikon si instrument. Unë stand-upin e Marios atje, domethënë, dhe më duk shumë pa drejtësi se si ishte regjistruar ajo. Materiali ishte shumë i mirë edhe nuk e di sa publik ishte atje, po duke i qartë. Jo se unë po them që unë jam i zgjuar se ata, s'pak, po duke që nuk ishte inteligjent për të kuptuar ata, sepse nëse do kishte konsumuar pak material, nëse do dije se çfarë ishte stand-up comedy, unë nuk po them që Mario është zoti edhe është më i miri. Po ajo ishte për të qeshur plak. Po, ajo ishte shumë mirë, ishte material shumë mirë. Të gjithë komedianët që kanë bërë stand-up më parë në Shqipëri që kanë qenë aty, gjithë kanë dalë shumë mirë. Po ky rast specifik për shkak se kam parë disa herë sepse po analizoja që what the fuck went wrong, e kupton? Edhe po kuptoja që aty ishte vërtet tufa, ishte crowdi, nuk ishte materiali ishte shumë mirë, ishte landed goxha, domethënë thjesht nuk ishte njohuri mjaftueshëm, ose kur kam parë edhe Darion disa herë, domethënë që ka bërë shaka ose batuta të tipit që unë i bëj në tavolinë me shokët e mi, unë i kam çik gjatë. Po. Unë ishte kam kështu kodra pas bregut që po vjen, you see it building up, you feel. Po. E kupton, edhe sidomos kështu me gjëra filozofike, historike, vdesur për këto lloj gjërash. Edhe ndonjëherë thjesht nuk është crowdi aty edhe kur është si ajo pasaj që filmohet. Duhet seriozisht mikrofonimi ka se nuk është kështu e lehtë, ka domethënë shfaqje comedy specials që nuk është audienca mikrofonuar mirë dhe dallohet. Nëse shikon një comedy special fillim viteve 2000, është shumë e qartë që nuk i japin rëndësi audiencës, ose është ajo që
në BBC-a bën shumë këtë. Në është ajo Apollo Theater që bën BBC-a. Edhe jepet komedianit, jepet shakaja dhe tregon audiencën duke qeshur, po ajo qeshura mund të jetë nga një shaka komplet tjetër ose nga një shfaqje komplet tjetër. Thjesht të vendosin aty, edhe duket që nuk funksionon. Edhe shumë komedian që i prodhojnë vetë këto special të tyre, gjithmonë mundojnë që ta japin audiencën në një kënd, se po tregojmë, po futemi në këto detaje tani. Ta tregojnë audiencën në një plan me komedianin që të duket sa më reale. Se njerëzit është thjesht një instinkt, e kuptojnë kur e qeshur është falso. Se është instinkti më i pastër i qenit njeri. Mund të qash falso, po e qeshura falso dallohet shumë lehtë. Gjithë e dim, e kemi pas një shok ose një shoqe në klasë që qeshte falso dhe na bënte për të vjellë. Është shumë e qartë që ta dallosh. Po diçka që me simpatie nga to, para se të thoshte për pjesën e të qarës plako, unë e kam aq shumë inat të qarën, sa edhe kur është e qarë reale, mua më duket sikur po e bëjnë kot. Fix. Unë e vlerësoj qarën kur personi fix. Unë e vlerësoj qarën kur personi mundohet ta mbajë në fillim. Kur më tregon që dua të shikoj 2-3 tentativa që ti u mundove ta mbash. Nëse s'ke fare tentativë flaks mund ta respektoj. Dua të shikoj luftën. Më tregon 2-3 herë që pastaj ajo është perfekte, ajo kur të mbahet këtu. Nëse e mban 3 herë plak, herën e 4 jam aty me ty. Po nëse herën e parë fillon të qan, okay, herën e 4 të mbaj dhe iso madje, do të sjellë një gotë ujë. Janë si ato boksierat si ato trajnerat që. Sa idiotë është ajo plako, fillon të biçan gjësh vetëm mendje, a do paguaj? Jo, ato, më fal. I humba gjitha lekët në kumar. Mos je i dehidratuar. Mos vallesh dehidratimi problemi. Jo, njerëzit do vinë të më vrasin. E di, po lëkura dehidratohet shumë, mos. Një gjë për këto, që njerëzit harrojnë nëse nuk është se e kanë parasysh, është që unë kam qenë të një, të tregoj se nga e di. Kam qenë të këto Seth Meyers, Late Night dhe Seth Meyers, të këto regjistrimet. Edhe atje është një detaj që nuk i kushton rëndësi në Shqipëri, para se dilte Seth Meyers që del gjithë bërtasin, çdo shaka funksionon, he fucking nails it, every punchline lands. Sepse para se dalja ai një 20 minuta është një komedian që bën nxemje. Edhe ai nuk bën material. Ai bën vetëm më jep një fillon e pyet nga jeti, nga Kansas, keni elektricitet ju atje, budalliqe. Edhe i bën këto shaka me njerëzit. Edhe për një 20 minuta njerëzit janë futur në humor, gjithë janë ngrohur. Pastaj kur vjen Seth Meyers, është audienca fix për të. Gjithë janë gëzuar. Thotë ja jeni të gëzuar për Seth Meyers. Edhe nëse se ke qef Sethin, nëse thon 20 herë e gëzuar, po plak. Shumë mirë. Dali që të mbarojmë, shkojmë në shtëpi se kemi punë. Edhe këtë në Shqipëri e kam vënë nuk e bëjnë, nuk ka warm up. Se duhet ta paguash warm upin, edhe jada. Prandaj nuk ka, edhe gjithmonë audienca është e panxehur, është si të fillosh të bësh vrap, po pa bërë asnjë lloj nxemje. Edhe do ndrydhesh. Herën e parë, herën e dytë do kesh një ndrydhje. Edhe ndoshta kjo i humbet njerëzve. Edhe në shfaqjet e stand-upit, për shembull, kur bëjmë shfaqje, jo këto open mics është whatever nga rruga kush vjen. Kur janë këto shfaqje që për shembull shkojmë në një qytet jashtë Oxfordit, edhe jemi 5 komedian. Gjithmonë është ai prezantuesi para që i bën nxemje audiencës. Pastaj jemi ne 5 komedianë dhe vjen ajo e pesta që është e fundit, që është më e mira. Gjithmonë ka një lloj shkallëzimi, duhet ti bësh pak ngrohje audiencës gjithsesi. Edhe në Shqipëri sikur ju humbet ajo, se kuptojnë ose nuk janë mësuar dhe kujtojnë se është si teatr. Vjen aty ulesh, del ajo, fillon shfaqja, mbaron shfaqja, ti shkon në shtëpi. Nuk kupton që duhet ti nxjesh pak njerëzit, se ti mund të jesh njëri shumë inteligjent. Po ndoshta atë ditë je ndar, ose të kalën e dashura, ose ke vrar 2 vet, edhe ke ardhur në teatr që të tregosh mendje, ose të ka zënë barku, ose të gjitha bashkë, unë vras njerëz ku më zë barku, me thënë drejtën. 3 herë më ka zënë barku, kam vrarë 6 njerëz, mos shprije këtë pjesë. Edhe mund të vinë gjitha të njëjtën kohë. Edhe prandaj gjithmonë duhet pak nxemje. Edhe ky Daniel Sloss, që është një komedian skocez, kur ishte të shfaqja ti në Londër këtu, që të më thënë, publiku londinez është zakonisht shumë i marrë me stand-upin, ja të mësuar me gjitha. Prap kishte një komedian që del më përpara, që ai sigurohet që turma është e nxehur dhe i ka harruar problemet e shtëpisë. Pastaj është pak muzikë, pastaj vjen komediani që
është komediani për cilin ti ke paguar biletën. Edhe këtë gjë dhe rëndësinë e të paturit një hapës nuk e kanë në Shqipëri. E le pastaj që në për studio që i xhirojnë këto me spacio mes njëra tjetrës, ajo edhe lodha ndjesën më shumë. Edhe kur viun si komedian them, si është puna me Gjizën, ju rreni ju Gjizën. Njerëz thonë, plak, kemi 3 orë këtu. Edhe fillon e bëhet pak problema ajo, edhe Top Channel si ta zgjidhe këtë, hajt me i fusim këto qeshurat falso. Edhe janë ato qeshura që duke sikur janë nga një vend tjetër. Uje, çka ke me Gjizën ti herë? Ne kalove me. Çaj me Gjizën. Gjizë është kisha një histori këtu, është e vështirë gjesh byrek, po kishte marrë malli për byrek edhe s'po gjeja. Edhe thash, po, për podcastin në Shqip, unë duhet hapa byrek në fillim që të futem në rol, të futem në mendësinë e kësaj. Edhe gjeta një vend, edhe shkova, më thanë të filan kafje ka byrek, edhe u futa aty, edhe kur shof, ishte berberi që më kishte pre flokët një ditë më përpara, e thash, pse njëti aktor për 2 role, pse simulimi jetës time është njëti aktor. Edhe po vlisem me këtë, edhe i pyeta, do you have, se i thon spinakopita, se kështu i thon grekët byrekut. Edhe spinakopita. Të lutem edhe një herë. Spinakopita. I tha, do you have pita, dëgjova gjë tjetër. Ja, po kur është me djathë është keq plak. Kur është bërë ajo me djathë është. Edhe më tha me spinakopita, i thashun, what the fuck is that? Se bëra me shenjë të byreku. I thash, this is byrek, right? E më tha, oh yeah, it's byrek. Yeah, with cheese. Edhe byreku s'bëhet me djathë, bëhet me gjiz. And I was like, no, it's like ricotta, it's like, cheese. Edhe më tha, byrek me gjiz o plak, po ti thuja që je shqiptar. Edhe pastaj thash, po s'po vend të kuptim, se thash pse po më shërben byrek berberi. Këty të kam parë diku tjetër, të kam parë një rol. Pasi i ka bërë lekët lesheli? Në filmin e jetës time ishte, edhe më tha, jo më jam unë njëti, thjesht kam edhe atë berberhanen nga ana tjetër e rrugës. Thash, this makes so much sense. Shqiptarët janë si për Marsa, i bëjnë gjitha gjëra. Edhe kështu thjesht ishte. Jo, si për Marsa të mirë jemi, po me delegimin jemi zero. Yeah, në delegimin është vërtet se kemi këtë. Ne edhe lidera tanë është i gjithë fuqishëm, duhet të jetë lideri, duhet të jetë i gjithë fuqishëm i partisë. Nuk ka delegim. Ishte ai diskutimi juaj ishte shumë i mirë, e majt apo e djathta i Shqipërisë, kështu që nuk dua kush do mund të shikoj atë, nuk do bëj dot diskutim më të mirë se gjërat që u prekën aty. Po është shqiptarët e kanë këtë, thjesht duan një hero. Se di se pse është kjo ide. Nuk do vjeti tek flasim nga zoti kryeministër? Nuk do vjet të flas zoti kryeministër. Jam jo vetëm që s'dua të shkoj, ajo flasim. Po i kam thënë edhe njerëzve të ndryshëm që nëse më luan mendja dhe dua të shkoj, nëse jam nën efektin e substancave, të më pengojnë kështu fizikisht, si ato që japin njerëzve lekët që mos të lënë të i vënë bigjoz, kështu edhe unë, mos që të pengojnë njerëzit. Nuk besoj se s'ka kuptim që të shkoj kur editimin e bën po ai. Po t'ishte te podcasti yt për shembull që t'ishim unë ai duke folur, në rregull, që t'jetë një i tretë që bën editimin. Shkoj te editimi, si e bën ai? Editim fare plak, nuk ka editim tek unë. Unë bëj vetëm editim kualiteti. Po në rregull fiks, ose po më shumë te ti domethënë, do ishte më mirë që t'isha te një i tretë se sa të bëj podcaste, I don't know, nuk i besoj shumë këtyre podcasteve politike. Ai podcast lako dhe i vë emrin vlerësuar kryeministi Edi Rama. O Llazi, kë ke të ftuar pra? Ose morën vesh, e dim që podcasti jotë. E fortë ishte kur ftuan atë angleze që tha jo, Shqipëria është shumë e bukur, ka shumë ngjyra, klima është perfekte. Shumë mirë. Edhe do rregulloj vllai atë. Edhe tha, klima është perfekte, është shumë mirë. Edhe më thosha, se ne për klimë ikim. Ne nuk e dinim që ekziston dërmiu. Sa mirë që po na thua ti që ka dërmi në Shqipëri, unë se dija. Ta dija s'do kisha ikur fare, se unë erdha në këtë parajs tropikale që është Anglia. That's what they're doing. Like Qa po na thua ti ne që është Shqipëria e bukur. Ne nuk jemi nga Shqipëria se është e bukur, jemi nga Shqipëria se na merr frymën. Ikim për të marrë frymë.
Nuk i ikim se plazhi nuk I kanë ngjyrat egzotike që na na ka duhen. folur unë me ato, ajo ka menduar sikur ka bërë një gjë të mirë sepse mendonte se nëse do jepte një pikpamje pozitive, do jepte një mendësi tjetër që ndodh, po ndodh me Louis Elsat, me Big Brother. Thonë që kur I thot se ke parasysh, ajo është një si princ vidi valla. Vjen nga jashtë që është Shqipëria mirë, ata thonë që po kjo më që po vjen nga jashtë, thonë që është Shqipëria mirë, domethënë që është vërtet mirë. Po, është ajo neo-colonial white savior. Neo-colonial white savior, është ajo kompleksi I asaj. Kurse ai si puna jote që bën doktoratur, e kupton, thotë që the fuck are you talking about? Ja. Tash kishte një problem, më trem. Është unë mbaj mend për shembull kam punuar për një periudhë në Tajland me Habitat for Humanity, me Habitat për njerëzimin. Po. Edhe atje, domethënë ne vini për të ndërtuar shtëpi fermerave të varfër në fushat e orizit në Tajland. Edhe ishte ideja që ata e dinë që Tajlanda është e bukur. Nuk janë aty se janë shpifur elefantat. E thjesht kanë nevojë që njerëzit të ndërtojnë këtë gjën ose kanë nevojë për këtë ndihmë. Edhe nuk është se intereson atyre që t'i thoja unë, "Ua, kultura juaj është kaq e bukur, ndihem kaq I frymëzuar që kam ardhur këtu duke shtruar llaç për shtëpinë tuaj." Kur në fakt ajo që ata kishin nevojë ishte ai llaçi, ato gjërat kryesore. Nuk ishin aty që unë t'i tregoja sa kultura atyre kishte folur me shpirtin tim. Domethënë këtë e harrojnë njerëzit. Edhe domethënë se në fillim kur shkruan ti thua, "Ua, lumsi këta që jetojnë këtu në këtë vend pa strese, pa ashtu." Kur ata ishte ideja që të krijojmë një sistem tubacionesh që të funksiononte. Nxorë një tjetër, Ulian Brodica aka Magellani I Shqipërisë. Çfarë Magellani I Shqipërisë? Pres të mbarojnë ato Tajlanda. Se ishte kjo, duhet të kjo kompleksi white savior, që ndonjëherë mendon se po ndihmon, po pikërisht ajo që ti mendon se po jep atyre është ajo që ata s'kan nevojë. E kuptoj. Këtë e kanë. Po shiko, këtyre, domethënë, unë e kam, do jetë ajo. Edhe we'll see. I'll surprise myself. E kupton se që ta ftosh. Jo, e kam ftuar të bëhet. Okay. Let's go. Oh my god. Yeah, it's going to be so good. I have to keep my shit together. E kupton që mos më ikishin fillim, por që ta peshkoj një çik që t'ia nxjerr ca gjëra edhe ta çoj atë gistin te plaga, jo atje ku duket domethënë. Po që nuk mend, shiko, ajo ka një lloj pikpamje me ai se kam folur tani që është okay, po. Shiko, gjithsesi siç nuk është ajo kjo colonial white savior plak, edhe ne nuk do ta marrim shumë seriozisht. Nëse një I bardh perëndimor thot ashtu. Po, sepse është armiqësore, thjesht është tone deaf. Në bulqiz ajo nuk ka qenë ndonjëherë bulqiz. Kështu që ç'a di për bulqizin, Kur s'ke parë malin në Kakarriçit. S'mund flasësh për po, është edhe kjo se përmendë Louis Elin, dhe më kujtua diçka që dua ta lidh me idenë sepse billahimin e shejtanit. Billahimin e shejtanit. Do ta kishin filluar me këtë çdo episod mos e fillon me Buçi, fillon me billahimin e shejtanit rajim, që ta dinë njerëzit që jemi larg shejtanit, nuk ka këtu. Është kjo që kam vënë re me këto opinionistat. Kur vjen puna për diskutuar këtë fenomenin që pse është Louis Eli kaq I pëlqyer, pse është Olta kaq u rryer, pse shajnë njerëzit zhakun kot, ose pse, domethënë, pse është kaq shumë inat edhe kaq shumë mlef në çdo diskutim që bëjmë lidhur me këto gjëra. Edhe në vend që njerëzit diskutojnë këtë, çdo opinionist me Blendi Fevzira, Leshi Preshi, këto 50 vjeçarët që shkruajnë libra pseudo-intelektual. Sa e bukur është ajo kur e ke parasysh është duke folur Blendi dhe një komente në YouTube është gjithmonë një koment thotë "Watcheros". Blendi mendoj se iku kësaj gjëje, po jo, është gjithmonë ose ato, pëlqen ato video kur thot unë në kin ose unë është Blendi që është me një xhaketë të muri Kinës, e thon, "Ua, sa mirë që erdhi dimër se do vesh rroba të mira", ndërkohë unë në dimër, edhe është Blendi. Zoti më plako. Ja, çdo mi me Blendi Fevziun se nga që poston shumë gjëra, kështu duke udhëtuar. E nëse është kjo ideja që duan të
tregohen si klasë intelektuale, duan krijojnë një shtresë që nuk ekziston, se edhe puna atyre shumica është përsëritse dhe pseudo-intelektuale, edhe thonë gjëra tipit, po nuk e ndjek Big Brother, që nuk e di, se unë nuk e shoh fare, unë ndonjëherë lexoj libra. A di çfarë fillon kur fillon Big Brother? I di çfarë bëj unë lexoj Nietzschen. Unë filloj të lexoj Nietzschen, edhe gjoj Mozartin teksa lexoj Nietzschen. Këtë bëj unë. Edhe kam podcastin e Barack Obamës, që e dëgjoj sepse që ta mbaj gojën e zënë sepse jam duke lexuar. Do thënë këtë thonë. Edhe që të mos përqendrohem. Edhe gjatë kësaj kohe kam gjithë filmat e Godardit i fus me një USB në byth gjatë gjithë kësaj kohe, se dua që të jem i kulturuar. Edhe këtë gjë thonë, edhe kur vjen puna humbasin thelbin e diskutimit, që thelbi nuk është që ti na tregon që je intelektual, thelbi është që ne diskutojmë se çfarë ka në këto personazhe, edhe në këto diskutime, që shqiptarët i tërheq kaq shumë. Kjo është ideja, pra çfarë mungon në dietën kulturore shqiptare, që Luizelli po e plotson. Se njerëzit kur nuk duan ta shohin diçka thjesht nuk e shohin. Fakti që diçka i tërheq njerëzit kërkon domethënë si është sqim edhe po më falën shqip satur. Kërkon më shumë kështu insight, më shumë introspektiv. Edhe në vend që bëjmë këtë bisedë, që çfarë po i mungon realitetit shqiptar që janë kaq shumë fiksuar pas këtij reality show, njerëzit tregon snobe dhe thonë, jo, po nuk e shoh. Unë e kam parë për disa raste u bëra kurioz, edhe është si ajo puna kur një fëmijë fillon e ha murin e gëlqeres, ato shpinën që fillon e ha, fëmijë si mungon kalciumi, nuk është budalla. Kështu që në vend që shikosh që fëmijë si mungon diçka në dietë dhe t'ja zëvendësosh, ne e rrahim fëmijën e i thon fëmia është idiot, hajt ta rrahim që mos ta kapi murin fare. Nuk është kjo qasja kur shqiptarët, edhe ne për momentin jemi si ato që han gëlqeren, diçka na mungon përderisa shohim këtë reality show dhe diskutojmë komplet pa lidhje. Ka komedian në Amerikë, është një komedian shqiptar që del me muzikën e Luizellit. Pse? Pse është ky fiksim me këtë? Edhe hajde diskutojmë çfarë i mungon kulturës shqiptare që zëvendësohet në këtë mënyrë kaq të çuditshme nga një reality show, që s'ka arsye pse jemi kaq fiksuar pas një personi, kushdo qoftë ai. Edhe unë mendoj se është kjo ideja që njerëzit ndihen të papërfaqësuar. Edhe ideja që pse duan të fitoj Luizi është që ndihen sikur ajo që i pëlqen atyre përfaqësohet në vendimarrje. Nga që është një krizë përfaqësimi edhe identiteti në Shqipëri, që është shumë e qartë se shumë misa për nesh prandaj ikim, se nuk është se ikim për të realizuar veten, por edhe se nuk dimi të përfaqësuar në shoqërinë që na rriti. Ky është problemi. Nuk ke hapësirë mjaftueshëm që të përfaqësosh egon tënd. Kjo është ideja, edhe thjesht te Luizi a shohin ata që një person që thjesht bën çado, që nuk kërkon falje, edhe që edhe pse bën gjëra që ne nuk do t'i bënim kurrë në jetën tonë përditshme, se s'mund gënjesh që ke kancer kot për qef. Nuk bën gjëra që nuk do t'i bënim kurrë, po thjesht përfaqëson atë nevojë që shumë shqiptarëve nuk i plotësohet. Edhe në vend që ta trajtojmë si një pasqyrë të klimës së shpifur politike, këtë fiksimin me Luizin, opinionista thonë, po se unë fakt nuk e di, se unë lexoj libra. Kujt i plasi bytha se çfarë bën ti? Është komplet e parëndësishme. Gjithë opinionistat mund të vdesin tani, edhe ne jeta jonë do ndryshoj fare. Edhe thjesht, po njëta gjë do ndodhi me Luizellin. Shiko, ka dy lloje personazhe nga ata që nuk i shohin. Janë ata që nuk i shohin vërtet. Po. Këtu un jam kategori C. Po. Edhe unë thjesht shoh për kuriozitet, nuk është se e ndjek se s'kam tas televizor. Nuk i shoh se jam njerëj i mirë. Mas pak, s'ka lidhje fare me ato. Unë nuk i shoh sepse unë nuk i marr neps dot, po ato përputhen, çka kanë qenë. Thjesht është një lloj formati që mua nuk më tërheq. Po. Edhe e di çfarë bëj unë për të për shembull. Unë luaj Dota. Në vend që të luaj. Po. Po. Shumë mirë. Po dëgjoj, mund të në rastin më produktiv të mundshëm, unë mund të kështu ridëgjoj në një mitologji. Jam person shumë apasionuar mbas mitologjisë. Për shembull, filloj dëgjoj të njëjtën gjë që kam dëgjuar 600 herë gjë herën e 601, domethënë. Ose të dyja në një kohë, siç po bëja dje për shembull. Dje atë po bëja. Ka një super update Dota tash i plako, edhe s'po ka fusha të reja. Edhe po vija po gjoja ato 12 punët e Herkules.
Edhe po dëgjoja këtë, po ka është ajo kategoria tjetër që unë kam vënë edhe në grupet e mia, edhe në space që kemi bërë përpara. Edhe pse unë kam diskutuar këtë debatin, sepse unë vërtet e shikoj si gjë negative këtë Trash TV në Shqipëri. Jo për faktin se është Trash TV, por për faktin se s'ka balanca të tjera. Jam shumë dakord me të pjesën që thua ti që there is something there. Ka diçka aty që duhet parë çfarë mungon. Por problematika është në atë kategorinë që ti përmend është sepse ta persona janë persona që urrejnë atë, ose gjas me urrejnë, kupton? Normalisht ata haters janë fans ato më mëdhenj. Fix. Po këta tipat gjas me urrejnë, thonë ai është pler, ai po dëmton shoqërinë etj. Meanwhile you are looking at him, bro. Like ti po e çon kanalin atje. Ti po i e plek, ti e po mundson atë. Në vend që të qash, edhe unë kam qenë edhe unë shumë në fillim, thosha që po pse dalin to? Ma shpjeguan disa rrok tek në spesa që kemi bërë që jo, nuk është ashtu. Nëse ty s'pëlqen, ndrysho kanal. Stop bitching about it. You cannot do anything about it. So, edhe me këtë jam dhe unë tash që nuk mund të thosh futesh atje, ngarkohesh, thotë jo pa ai e bori kështu, jo po është kështu, jo po është ashtu. E kupton? Edhe dalin nga ai deri vojë meshkull shqiptar janë plera. Etj se kështu. Aq e kemi ne kemi qarkun e shkurtër, e kupton? Ajo është gjithë ne me shqiptarë kemi marr peng femrat, gjysmën e shoqërisë është marr peng nga gjysma tjetër, se ne jemi plera. Edhe domethënë është një mënyrë diskutimi komplet jo konstruktive. Në vend që diskutojmë çfarë po i mungon që nuk arrim diskutojmë mirë me njëri tjetrin. Është mënyrë të diskutimi ajo. Ato thjesht janë ankor. Ato janë thjesht ankim pa dashur të ndryshosh diçka. Nëse do duash ndryshosh diçka, do futesh bash pjesëdim thoj, "O Allah, çfarë problemi ke ti, çfarë problemi kam unë? Ka ndonjë mënyrë për ta zgjidhur? Nëse ka ndonjë mënyrë për ta zgjidhur, si mund të ketë?" Nuk zgjedhet duke thënë ju jeni kështu, ju jeni ashtu. Edhe ana sjellta, se ka dhe shumë plera meshkuj që dalin thonë jo goca shqiptare kështu, goca shqiptare. Po, edhe ana sjellta sigurisht. E ke parasysh ti. Kto janë dy lloj polesh, e kupton? Që për mendimin tim janë ignorant të dy pole. Të dyja, nëse ti e nisin debat me meshkujt / femrat shqiptare janë X, just get it over with. Nëse nuk është ajo. Po. Nëse do të kesh të thuash diçka pozitive, kështu në një lloj komplimenti pasiv, okay, I'll grant you that. Por që si të thua që po jeni prapa mbetur, jo po kështu nuk lexoni, nuk bëni EDD, Rëndela jati meshkull shqiptar nuk lexojnë, ta ti rob ku ti kesh. Shikoj këngët që bën ti nuk mund të thuash nga njëra anë ju nuk lexoni, jeni ignorant dhe nga ana tjetër ta kesh këngën me pas një lloj mesazhi, edhe me këto pseudo kabaretin që i rrethon gjithkohës, e kupton se nuk kanë më plako janë konsumuar komplet. Po, fix janë. Ajo ka thënë në shumë mirë. Mesazhi që ajo ka dhënë atë intervistë në atë emision, perfekt, mesazhi më perfekt, duhet lexoj valla. Edhe ti duhet lexosh, edhe unë duhet lexoj. Po. Sa do të kesh lexuar të lexosh më shumë. Por kush e thot, e dëmton, e anullon komplet. E anullon se ti thua bëj si sistem unë, po mos bëj si bëj unë. E dëgjon njëri thotë. Unë sa më shumë se kam fatin që jam në një ambient që ka njerëz që merren me shumë fushat ndryshme të kërkimit shkencor. Edhe sa më shumë rri me këta njerëz, sa më shumë flas, aq më shumë hezitoj që t'jap mendimin tim për gjëra që s'jam ekspert. Sepse kuptoj se ekspertët edhe botimet e tyre kur ripërsëritën eksperimente nuk dalen njësoj në shkenca sociale. Tani kur ata nuk ripërsërisin të eksperimentet e tyre, unë ose maq më keq edhe një gazetare në Shqipëri, ajo e kuptoka. Ajo e paska zgjidhur. Ai ose ajo e paska zgjidhur. Domethënë, ky vetbesimi pa justifikuar, edhe ajo që për momentin si theti ka një varësi ndaj Trash TV në Shqipëri. Është një varësi që njerëzit e shohin shumë. Edhe problemi me këto varësit, edhe me drogën përgjithësi, është te marrëdhënia që ti ke me substancën, jo te substanca. Substanca nuk mendon, substanca nuk i intereson nëse ti vdes ose jo. Rëndësia ka marrëdhënia që ti ke me drogën, siç është kjo mund të jesh i varur nga hashashi, mund të jesh i varur nga heroina, mund të jesh i varur nga ushqimi, mund të jesh me diabet, mund të humbasësh këmbën nga varësia ndaj sheqerit. Nga Instagrami, nga TikToku, nga pornografia, mund të jesh i varur nga vëmendja e të tjerëve, duke mos e vlerësuar asnjëherë veten, por e varësia ekziston. Po nuk është qëllimi, nuk është kura ndaj varësisë që hajde shkatrojmë pornografinë edhe websajtet. Është shiko çfarë ke ti në jetën tënde që të mungon që ata hapësirë po ta mbush Luizelli. Ta janë neomarksistë sepse nuk e shikojnë asnjëherë ndryshimin tek vetja, ose nuk besojnë se kanë fuqi vet, po kanë
fuqi vetëm si mas. Në qoftë se kisha një space dje, por që nuk mund ta ngarkoj sepse kaloj në debat shumë banal. Mund ta dëgjojnë njerëzit në Twitter se jam i bërë tag. Edhe është kalon në disa lloj gjëra që nuk janë nuk perceptohen fare, kupton, edhe unë nuk e di se si të bisedoj me disa njerëz, kupton. Thjesht vjen një moment që unë e kam atë pjesën time që unë do debatoj me gjithëkënd për çdo gjë. Po. Sepse unë do i mbush mendjen uliatit se çfarë është AI. Jo. Po unë do nëse ti do më shpjegosh gjitha teknikalitetet, unë do bëj pyetje. Se unë pyetje bëj. Unë prandaj bëj podcast. Unë kam shumë pyetje, me që unë kam shumë pyetje, unë bëj podcast. Po. Por edhe unë mund të jap një kontribut timin duke bërë pyetje dhe duke dhënë mendim nga ana sociale. Por ama unë nuk mund të tregoj ty se si funksionon teknika e asaj. Unë vetëm mund të them që unë mendoj këtë kështu, si mendon ti për këtë? Nëse ti mendon se unë kam gabim, të lutem mashtjello. Po. Nuk janë gati njerëzit me këto. Nëse ti do i thuash siç sa bukur e theti çfarë, nga që janë me njerëz që mendojnë ndryshe, nga që je i rrethuar me njerëz që janë ekspertiza ndryshme që ti edhe të duash nuk i mëson dot valla. Se çfarë do bësh për Jo. Njerëzit ose të paktën me këtë debat, se mos bëjmë dhe unë i përgjithshëm shumë. Me një pjesë e mirë, domethënë, në momentin që ti tregon një farë lloji ekspertize, atëherë ti je kulak. Je kështu, e kupton, je arrogant. Fix kulak, yeah. Super term. Ti po përdor atë për ti të janë shkërdhyer trut me vite me radhë derisa t'ja arish dhe të vazhdosh profesion edhe të çash me stres, me qarje në dush etj etj, të arish aty ku je. Edhe ti nuk do ta thosh tash sepse duke e thënë të ti e bën të tjerë të ndjehesh keq. Who gives a fuck? Who the fuck cares? E kupton? Po. E kanë këtë është një kështu një akordi hall anti-intelektualizmi në Shqipëri, që fatkeqësisht dhe këto komedianët me thonjza të mëdha, çfarë është Besart Kallaku, kanë gjithë akti i tyre, s'u njoh personalisht, as kam ndonjë interes të njoh personalisht. Gjithë akti i tyre është që a me lal se un damonte di, si plas njeriu se ti di kështu, se ti ke dal me gjitha 10 budalliqe kot. Domethënë është një ne glorifikojmë ignorancën në Shqipëri. Po, fix, është një glorifikim. Mbajmë në gjimnaz na erdhi për qef, na soll një herë Olsi Bylykun. Kjo ka qenë kur ka bërë kimikatin të Portokallia, edhe na erdhi një herë në gjimnaz. Edhe më meti që sezon konkursesh, edhe thora çfarë vlerë po ofron ky person? Fakti që nuk e dal mirë në shkollë nuk bën interesant. Këtë duhet ta di njerëzit. Fakti që ke pas një vështirësi akademike dhe s'ke dal mirë te disiplina shkollore, nuk mjafton që ti t'jesh interesant për mua ose për askën tjetër. Edhe kjo gjë anti-intelektualizmi nuk më pëlqen, sepse e fshin atë idenë e modestisë. E fshin atë idenë që ka njerëz që kalojnë kohë, siç the ti, për të mësuar këtë gjëra, për të bërë ekspert në një domen të caktuar, sepse ajo ekspertizë kërkon të dhëna, kërkon mendje hapësi, kërkon që të kesh dështuar disa herë. S'mund tani unë se kam lexuar disa gjëra për gjenetikën, shkoj edhe të bëj deklarata mbi klonet dhe klonifikimin e këto gjërat e tjera. Se gjithë secili ka fushën e vet dhe duhet që të jetë accountable, si t'ja llogari për gjërat që thot vet. Edhe kjo gjë mungon në Shqipëri. Diskutim uliat me këto pjesa me këtë shembullin që dhe ti. I vetmi diskutim që unë mund të bëj, këtë është diskutimi moralit. Po. Se ajo është embedded, është në brendësi çdo njeriu. Domethënë, unë nuk mund të tregoj asnjë njeriu si bëhet një klon, por unë them që çfarë mund të jem pasojat në social, në jetën e përditshme, në njeriu, në komunitetin, në pikpamjen humane, në pikpamjen e ndërlidhjeve, çfarë duam të bëhemi zota. Unë këto e kam aftësi. Po. Se aftësi nuk e gjykoj unë, e gjykon tjetri, po e kam dëshirë. Domethënë dhe mendoj që mund të jap një input olla. Ose edhe unë jam një pjesëtar që dua të jem i shëndetshëm në komunitet, që të jap diçka. Dhe kjo është ajo mënyra që unë mund të jap. Po njerëzit të bëjnë decline gjithë kohës o plak. Nëse unë do bëj një pyetje prap nga një rast në space, për shembull, do të thonë që çfarë është kjo gjë e tjera, apo ti nuk je politikan, ti nuk je gazetar. Para fare, politikan është pozicion, nuk është profesion. Po, fix. Vitet e fundit janë bërë që studiojnë shkenca politike. Politikanët më të mëdhenj nuk kanë qenë politikan plak, kanë qenë doktora, kanë qenë inxhiniera, kanë qenë kështu shitës etj. Po, këtë nuk e specifikova mirë, unë shumë mirë që e përmende, që kjo nuk tregon që ti nuk duhet të jesh pjesë e diskursit.
Domethënë nuk duhet që të marrësh si është merita për ekspertizë që nuk ke, por kjo s'tregon që si antar i shoqërisë nuk mund t'japësh inputin tënd se si të ndikon ty. Është më se e drejtë që po thua. E ke detyrim ta Sigurisht, japësh. duhet ta Nëse japësh. ti ke një kundërshtim, duhet ta japësh këtë. Duhet, është detyrim në mënyrë që nëse ti e ke gabim ose të rritashur, ta ballafaqosh me këtë ide, ta përplasësh diku tjetër, edhe nëse kjo të vjen mbrapsht dhe është gabim, duhet të tregohesh njëri i fortë që ta analizosh gabimin dhe të mësosh për herën tjetër. Por duke me qenë se persona si ti, persona si unë dhe shumë të tjerë që e bëjnë këtë gjë, të tjerë thonë që ChatGPT jo do të bësh si gjithë vlog, jo më vlla, jo, unë dua të përfshihem sepse unë dua të mësoj. Edhe unë si blon nuk mësoj se më thot Uliadi plako ChatGPT për AI, shut the fuck up, do flas unë. Jo, as pak, unë mësoj që ta them mendimin tim, edhe nëse ajo që e them unë nuk qëndron, më argumento vëllai. Fiks, ajo është. Më argumento. Ashtu është, unë jam mjaftuar javë që të bindem, po mbas kjo është, domethënë është fiks, aftësia për të rënë se nuk po artikuloj mirë, po aftësia për të rënë dakord edhe për të dëgjuar mendimin e tjetrit është thelbësore. Mbaj mend kur u bënë një kurs debati, kushu trajnim për këto stilet e debatit anglisht, se konkurset e debatit gjithmonë bën në stilin parlamentar anglisht, ky është standardi. Për mirë ose për keq, ky është standardi që bëhen. Edhe ideja gjithmonë ishte kur bën debat, nuk është një tash si diskutimi. Kur bën debat duhet që të bësh vrimat argumentit tjetrit. Thuash ti the kështu, po harrove që kjo kështu. Edhe kjo është ideja se si fiton debatin. Po fitimi i debatit nuk është njësoj si fitimi i çështjes vërtet. Ideja kur bën diskutimi nuk është që ti të kundërshtosh argumentin e personit, po është të kundërshtosh versionin më të mirë të argumentit të personit. Për shembull, nëse ti ke një qëndrim, nuk është qëllimi im që të mund ty e gjej një vrim në arsyetimin tënd leshi preshi. Ideja se si ndodh rritja, është që unë të marr idenë tënde edhe të krijoj versionin më të mirë të asaj ideje. Edhe me atë ide unë duhet luftoj. Po jo të luftoj me imperfeksionin tënd si që e njerëzore. Ç'lidhje ka, ne dy do vdesim. Ideja është që versionet më të mira të ideve tona të mund të ballafaqohen. Edhe njerëzit harrojnë këtë, edhe rrinë merren me detaje të vogla. Nuk e respektojnë. Në Shqipëri nuk e respektojnë Uliadi dashur. Në Shqipëri nëse unë sot diçka që më the ti, do ta marr ashtu siç më the ti, do i shtoj disa gjëra vetë që të shpjegoj se si e kuptoj unë atë që thaj Uliadi. Nesër pas nesër në vend që të më thonë njerëzit domethënë që po e kam dëgjuar podcastin edhe është gjë e mirë që ti po vazhdon këtë debat. Njerëzit do thonë, "Je ke po ti po kopjon Uliadin." Normalisht po plak. Po për çfarë e mora unë Uliadin nëse unë nuk do mësoj nga Uliadi? What was the fucking point? Është edhe unë këtë kam në për diskutime, nuk mendohem se në fillim e kisha këtë ndoshta edhe si shqiptar, që gjithmonë mundosha gjë, okay, po ti e the këtë, jo po ti the kështu. Ideja është që nuk ka rëndësi personi me cilin ti po debaton, se ai person do shkojnë punë vet, jetët tuaja do divergjojnë, po thjesht versioni më i mirë i atij argumentit, atë mund ta kundërshtosh, atë mund ta mundësh. Edhe prandaj ky është problemi sepse politika ndonjëherë nuk i përkthen mirë vlerat njerëzore, sepse politika është që të zgjidhesh edhe të japësh versionin më të mirë, po jo të dallosh të mirë nga e keqja. Reality show, e kupton? Po, është një reality show. Space-in e fundit të sugjeroj të dëgjosh dhe një space që kemi bërë para shumë kohësh, ka qenë me pjesën të meshkuj femra të kjo pseudo gjeja kështu koti, e kupton? Edhe atje nga ora e 2 e ca, domethënë ka degraduar debati për vetëm i fakt, domethënë sepse arriti një pjesë plako që argumentet e mia dhe të disa tjerë nuk po kundërshtoheshin më, edhe u kthye jo po ti thua kështu se ta kanë lënë ato apo s'ta kanë lënë ato. Edhe merret gjithmonë për bazë, shikoj, janë dhe disa njerëz që janë konfliktual. Kupton? Unë nuk them që ne jemi perfekt. Nuk po them që Shqipëria nuk ka probleme. Kjo është mënyra bazë si argumentoj unë. Por nuk mund të themi ne që të gjithë jemi të këqij, sepse në qoftë se ti merresh i kushton këtë rëndësinë atij grupi që ti kundërshton, ti harron ato të tjerët, harron atë pjesën që mund të ishte në argumentin tënd, që do të jepte ty, do të mbështeste për diçka. Edhe ata nuk ndihen të reprezentuar. Unë kur është bërë ajo spesi, të gjithë rrethin tim, domethënë, 2-3 grupe që i kam në WhatsApp edhe 2-3 të tjerë në Facebook, domethënë e kam diskutuar atje dhe nga që ishte tematika e meshkujve që po thoshim që ore valla pse po merrni një shembull ata se jemi edhe ne këtu. Edhe një nga miqtë e mi më të mirë më ka thënë, "Plako, okay, e kuptoj, ishte ti flet në mënyrë pasionante, pavarësisht se njerëzit e kuptojnë si në mënyrë agresive,
Po ata që më njohin e di që unë thjesht kam pasion. Edhe prandaj i ndinjohem disa herë. E tha që ishte pika ishte shumë e drejtë për të vetmi fakt se nëse çdo gjë do matet nga ata, what about me? Po. E kupton? Se është emrusi më i vogël i përbashkët, është ashtu mblidhen thyesat, jo njerëzit e plot. Është është ardhur keq nga njëra han, po që avash. Çdo gjë. Është ajo ideja stoike që kuptoje pjesë e sfidës është që të kuptosh imperfeksionin e tjetrit edhe domethënë ta tolerosh atë imperfeksion dhe të shikosh ç'a duan thonë. E jo të merresh me këto detajet e vogla. Edhe unë ndonjëherë kam vështirë ta bëj, po mundohem që në shumicën e rasteve ta shikoj personin përtej atyre. Unë e kam bërë, edhe mama nëse do vazhdoj ta bëj sepse nuk ka njëri perfekt, jemi shumë larg perfeksionit, por ideja është që ka dhe një rezistencë. Ulan, nëse unë e kam ngritur ndonjëherë zërin, për shembull në fund fare do themi kërkoj falje të gjithëve që mund të jenë ofenduar kështu. Edhe njerëzit kanë në fakt jo, ti tani kërkon falje sepse ti e di që s'kishe të drejtë. Jo valla, kërkoj falje në mënyrën e transmetimit, nëse ti e ndjen, nuk po them për argumente, argumenti ti qëndroj. Në momentin që ti nuk ke bazë argumentuese për të hedhur poshtë argumentin tim, unë asnjëherë nuk kam nuk do lëshoj asnjëherë argumentin pa betejë. Duhet të luftosh, do të bësh betejën derisa ta kuptosh. Ama kjo nuk do të thotë asnjëherë që të luftosh deri në veçkatrim. Ajo është dalli. E kupton? Por e kanë shumë vështirë njerëzit të jenë mesat, pra do të jesh gjithmonë pjesë e diçkaj, do të jesh ose kështu ose ashtu. Po. E kupton? Ose e mbyllin qepenën, sa dëgjojnë atë idenë, për shembull, sa dëgjojnë atë fjalën buzzword që nuk e duan, ti je kështu. Unë e vëre kur diskutoj me brezin e prindërve të mi ndonjëherë qëllon që përmend pa dashje Karl Marxin. Se i matur student dhjetori, edhe janë pak më të ndjeshëm studentët dhjetori ndaj këtyre glorifikimeve socialiste. Edhe nëse qëllon ndonjëherë që përdor një term të majt ose një lloj ashtu thënë, po mundohesh, edhe ti, që thonë, jo, më dëgjoj deri në fund, prit, nuk e kam idenë aty, thjesht po mundom të eksploroj një ide ose po citoj idenë e dikujt tjetër, jo po ti e citove, domethënë e përmende. Është fiks ajo ideja neototalitare, neomarksiste që idenë as duhet ta përmendësh, as duhet ta eksplorosh, sepse je pjesë e problemit. Që ajo është shumë problematike. Edhe është interesante për shembull diskutimet më të thella dhe më të parehatshme i kam bërë në fakt me këtu në Oxford i kam bërë me konservator, me njerëz që kanë për shembull prindrin dhomën e lordëve kështu, se këta diskutojnë më shumë se sa me miqtë e mi që janë më shumë liberal, më mendje hapur, sa ata kanë, pse e thua, pse vën në diskutim ti këtë gjë. Kurse këta ndonjëherë janë si ndrohet më të afërt. Rrotullohet, rrota plako ishin para kur ishin në të vegjël, kur ishin në fëmijë. Sa vjeç je ti Julia? 23. Okej. Unë jam 27 të gusht. Në moshën kur ne ishim të vegjël, domethënë, po e mban mend ishin konservatorët ata që thoshin që jo, mos diskutojnë këto se është mëkat është kështu. Edhe ishin liberalë thoshin jo, po ne duhet të diskutojmë të gjitha. Në momentin që ne po jetojmë janë konservatorët që thonë jo, pse ne duhet të diskutojmë, ose what the fuck is going on? Jo, mund të vësh ti në argument. Prandaj të jesh pjesë e turmës, vetëm për faktin që të kesh të sensin belonging, që të jesh pjesë e diçka është gabim. Duhet të zgjedhën tënd, sado i vogël, edhe dy veta të jeni, vetëm duke bazuar vlerat përbashkëta. Po gjithmonë të ftoj gjithë njerëzit që të gjejnë atë grupimin e tyre, të jenë pjesë, por mos të sakrifikojnë për zgjedhjen e njerëzve të tjerë. Si nuk kanë njerëzit idetë kanë njerëzit. Idetë jetojnë nëpërmjet njerëzve, idetë i zotrojnë njerëzit shpesh. Edhe është kjo fiks, kjo është shembulli perfekt që unë mendoj çdo ditë. Pothuajse çdo ditë. Unë vdes për muzikë metal, gjë metal për herë, është. Edhe ka qenë një periudhë në vitet 90 që gruaja e Al Gorit, Tipper Gore, që janë demokrat. Demokratët janë liberal në Amerikë, dihet kjo. Tipper Gore ka qenë kryetarja e atij komisionit veçantë që thoshte që metali po i dëmton fëmijët tanë. Këta liberal, domethënë gjithçka janë etiketa që ndryshojnë, vlerat mbesin, po etiketimet gjithmonë ndryshojnë. Cancel culture, gjithë njerëzit bëjnë cancel culture, të gjithë njerëzit kërkojnë të njëjtën gjë. Eksperienca ime për shembull, un kam pas probleme edhe me njerëzit radikal fetar, edhe me komunitetin LGBT. Të dy mi kanë keq kuptuar shakat. Edhe të dy kërkojnë të njëjtën gjë.
Të dy kërkojnë një video kur ti kërkon falje, edhe një mesazh kur ti kërkon falje. Është e njëjta ekonomi, janë agjentë të njëjtës ekonomi. Ekonomia e apology dhe cancel, yeah. Kështu që nuk është se unë kam vlerat e mia, jam shumë liberal, jam mendje hapur, po e kuptoj që shumë prej këtyre agjentave mediatik kanë qëllimet përbashkëta, nuk është se edhe etiketimet do ndryshojnë për herë. Për shembull, nuk e di a ka qelluar që gjështë koalicionin pro familjes. Koalicioni pro familjes e një prej pastorëve në Shqipëri. Po, kam dëgjuar që ekziston, po si kam dëgjuar materialin. Po. Dhe i kam dëgjuar në disa diskutime, edhe po them se nga që në New York që rri me komedian të gjitha anëve, kam dëgjuar ndonjëherë edhe këto podcastet e djathta për të krijuar pak më shumë ekspozim të djathta kështu konservatorë në Amerikë, edhe janë të gjitha talking points të Ben Shapiro's. Ti je duke folur me një version surrogat që ka përkthyer këto talking points të medias së djathta amerikane, edhe ti me atë po flet. Domethënë, edhe pastaj këta tjerët përkthejnë çka ka thënë CNN-i, edhe janë thjesht dy versione artificiale që luftojnë me njëra tjetrën, që s'kan as pak lidhje me realitetin shqiptar. është përqeshur, thjesht është një luftë etiketimesh, është një luftë rolesh, edhe përkthimesh që nuk ka asnjë relevancë me atë që ndodh për ditë në Shqipëri. Sepse është luftë fasadash. Luftë është fiks është luftë fasadash. Nuk e kuptojnë njerëzit. Edhe unë e them dhe vazhdoj ta them, edhe i kërkoj falje atyre që dëgjojnë për herë të përsëritur ose falje atyre që kujtojnë se unë për mburen për profilin tim, nuk është qëllimi, por si nga ana inxhinerike dhe nga ana sociale fasada rëndësishme. Fasada është vetëm nëse ti do jesh politikant, gënjesh dele, po. Por në çdo të është bërthama, karabinaja i thonë në shqip, që mban çdo lloj sistemi vlerash. Ne pyetje mund të kemi, unë mund të shkas nesër pas nesër, me ikëm truri për diçka, për nëse genuine, janë fundamentale, janë bërthama ime, është ti shpjegoj që unë të rikthehem prapë tek vlerat e mia. Por nëse unë jam një rob pa vlera, sepse unë nuk e di se çfarë dua, unë nuk e di se çfarë bëm. Atëherë, unë do jem thjesht një dele që do jem pjesë e një grupimi, dhe çfarë lloj gjëje të thojë ai grupimi, unë do jem mbas atij grupimi, sepse unë nuk mendoj në mënyrë të pavarur. Po këtë do ta kemi bisedën tjetër. Uljat se po ajo s'po ta marr askon. Është thjesht një për këtë që thesh një thënie Dave Chappelle që është shumë e mirë për këtë është një mi që dallon të mirën nga e keqja, që dallon çash më mirë nga çash më pak e mirë, që di të rankoj për shembull, hajt se kjo është mundësia më e mirë nga të këqijat, është një mi që gjen ushqimin e labirint. Një mi i tillë do ta gjej ushqimin e labirint, që di çash më mirë, çash më e keqe. Po një mi që dallon cila është e mira dhe cila është e keqja në vetvete, është ai miu që e kupton që është në labirint. Ka një ndryshim të madh mes të ditit të dish ku është ushqimi në labirint dhe të kuptosh që je në një eksperiment. Që dilni nga një eksperiment. Dilni nga labirinti. Për sa kohë zihet njerëzia, fiton politika. Duhet zihet politika që fitoj njerëzia. Mos u zini për politikë. Ata paguhen, janë literally aty për të zënë që të fitojmë ne. Jo të zihemi ne që të fitojnë ata. Po. Atë janë luftë fasadash, po fasadat duhet t'i krijojmë ne. Duhet ne të jemi, domethënë, llaçi i atyre fasadeve, jo ata vetë. Pikërisht. Ulia, kjo është biseda tjetër që do ne diskutojmë. Po. Në episodin tjetër. Unë kënaqja jashtë. Çfarë duash ti blon diskutojmë, edhe unë nuk kënaqa shumë. Do organizojmë, do mundojmë që të organizojmë dhe me një personazh të tretë, do ishte goxha interesante. Deri atëherë unë të falenderoj shumë. E unë të falenderoj shumë. Uroj jashtëzakonisht shumë suksese dhe tashmë që shiko, ka dhe një gjë tregu të detyronë. Tani që ke dalë në treg plako duhet material. Edhe unë jam binge watcher, kështu që I need some more. Do mundohem, do krijoj. Kam bler një tripod kismet, do mundohem të prodhoj më shumë. Edhe faleminderit, fjalia fundi se e di që nuk do të marr kohë, po ti edhe shumë podcast të tjera si alo kam një pyetje për shembull, jam shumë mik me ata çunat, janë fantastik. Keni gdhendur një cepin tuaj në mënyrat tuaja që sigurisht duhet të jenë të ndryshme dhe fatmirësisht janë. Keni gdhendur një cep shumë të mirë në bisedat e diskursit shqiptar që janë shumë të shëndetshme dhe shumë të nevojshme. Është ajo hapi i shmangjes së asaj varësisë dëmtuese. Kështu që shumë faleminderit për këtë që bëni edhe mbështetje pafund. Këto janë vërtet shumë fjalë të mira. Përshëndesin gjithë podcasterat shqiptar
që unë ka vazhdoj për të përshëndes gjithkohës edhe them njerëzve thjesht që të mbështesin, sa të vështirë kam ta për disa vështirë kam të kërkoj njerëzve mbështetje plot. Po që prapë duhet të mbështesni në çfarë do lloj mënyre, e kupton? Edhe shiko, një live që ju e bëni në YouTube nuk do më japë mua miliona, se nuk jemi as monetize me asnjë vend. Po thjesht do futet në një algoritëm, do shikoj Uliati, do shikoj tjetri, përhapet mesazhi. Nëse juve mendoni siç mendojnë një pjesë e mirë e dëgjuesve, domethënë që është bisedë e mirë, edhe biseda që duan të bëjnë, një like, një koment, dërgoja një shokut, dërgoja një miku që mendojnë që mund ta përpunonte, e kupton se spread the word, e kupton, kështu hapet fjala. Po. Nuk po flasim, kjo është baza. Baza është gjithmonë krijojmë një lloj komunikimi, krijojmë një debati. Edhe nëse diçka që unë thash sot apo që Uliati tha sot nuk i pëlqen, ose duket e gabuar, komentojeni vëlla, mos keni merak, mos keni frikë, nuk kemi bërë ndonjëherë, nuk shquhemi në asnjë nga podcastet deri tani, domethënë që të fillojnë të demonizojmë komentet, përkundër se ne i kemi inkurajuar gjithmonë sepse thell ajo është baza jon jeni ju. Unë jam në këto që unë them janë të forta mjaftueshëm se sa është audienca ime dhe përpunimi dhe përhapja. Unë mund të flasë gjithkohës, po flas me shokët e mi. Këtë që po bëjmë bashkë, për shembull, mund të vija aty në Oxford, ku ti do të kemi një kafe bashkë, do të kemi të kalojmë 2 ditë, do të diskutojmë të gjitha edhe etj. Por fakti se ka diçka më shumë. Ka diçka që unë e besoj me shpirt, që njerëzit nuk e besojnë. Unë vërtet e besoj me shpirt që ka diçka për të folur dhe unë besoj që nëse ne bëjmë 2 orë podcast, qameti minimumi me i vogël fare, 10 minuta janë të vlefshme për këdo. Po, fix. Dëgjojeni kur jeni duke gatuar ose kur jeni duke larë rrobat, dëgjojeni këtë podcastin. Ose kur jeni duke shkuar në punë me biçikletë, ç'a tjetër, thjesht dëgjojeni. Dëgjojeni edhe kritikoni, bëni komente, shpërndajeni. Jo vetëm mua, nëse si pëlqej unë, kaloni te çunat. Po, më shkruani mua, keni opsione përfundu kur tani kemi Kubin, kemi diçka ndryshe për ata që i duan high quality, kemi kështu këto Besi Andi, e kupton? Po. Kubi, siç e thash, ka dhe personazhe të tjerë që i ka vërtet personazhe të kualifikuar edhe të tjerë. Ka mundësi, e kupton? Mos u qani pse bëri Edi Rama, thjesht mos e hapni, mos e klikoni plak. Fix. Se jemi në të tjerë. Unë nuk e kam editimin siç e ka Edi Rama. Unë i kam të ftuarit më mirë se Edi Rama. Let's go. Prove me wrong. Të tjerët se unë isha mirë. Ama. Jo se kisha pak të merakun atë flasim më shumë për se s'dua të flas gjëra shumë teknike për punën time. Këto gjërat janë më interesante, po ti më ndihmove shumë, domethënë you really laid it out. Po Uliat, nëse diku fiton Bleona Sani. Nëse diku në fushë peshta është një fëmijë që do të studiojë këtë gjë në studion ti, dhe ky fëmijë qëllon që e dëgjon, një fëmijë. I've done my job. Fix. Për atë po flasim, po. Nuk jemi për të bërë fam TikToku, jemi këtu për të diskutuar me njëri tjetrin sepse ne jemi fantastik, ne jemi të ndryshëm dhe jemi fantastik. Edhe normalisht duhet të ngrejmë njëri tjetrin. Po, edhe plot me gabime. Edhe me gabime, po. Me gabime, sepse vetëm ashtu mëson, është mënyra më e thjeshtë për të mësuar, kur bën gabime në mënyrë sa më publike të mundshme, do të thënë që e merr feedbackun. Që të thuash sa për shkak diplomës. Kur bënim temat e diplomës do bënim survey. E kështu kur bën ato survey e dërgon edhe nuk përgjigjen njerëzit. Po edhe kjo survey është po thjesht e merr në mënyrë automatike. Ja. Kështu që njerëz të mirë jeni shumë të mirë. Sidomos juve që keni dëgjuar deri në fund, unë ju dua shumë. Edhe i lutem, do bëj një lutje sot për juve. Po, unë do bëj një dua, po, për gjithë njerëzit. Do e bëjmë të dy kështu. Edhe qofshin mirë. U dëgjofshim herën tjetër. Uliadin e gjenim në këto rrjetet që janë në description këtu në YouTube, nëse e gjeni nga platformat e tjera, thjesht futuni në Instagram pastaj edhe i keni të renditur atje ku ta gjeni Uliadin, që është Instagram apo jo? Instagram. Po, në Instagram jam shumica, po. Në një shumicë në kohës Instagram. Keni një platformë tjetër? Jam edhe në TikTok, po është linku është i lidhur te Instagrami, kështu që te Instagrami it's everything. Edhe uliat.com pa dhe është te Instagrami, so Instagrami. Ikni te Instagram. E kupton, mos u bëni komunista, mos u bëni komunist me TikTokun, thjesht shkruani në Instagram. Instagrami jeni europian, Instagramin kemi. Yeah. Kështu që deri atëherë, ja kalofshim mirë, miru dëgjofshim. Uliati
Gjithë mirë. Shumë përqafime, shumë Edhe respekte, shumë gjithë mirë suksese. Leon. Ciao.